Dashur miq, jemi sërish bashk këtu në podcastin e Qendresës. Sigurisht që ne kemi gjetur mundësinë për të folur për tema të ndryshme sa i përket hapësirës publike. Por dukshëm ditët e fundit situata politike është mbërthyer mbas kandidatit. Kush është kandidat për qytetin, si duhet të dalë një kandidat për qytetin, edhe se si do duhet t'i komportohet ai hapësirës publike. Ne sot në këtë podcast kemi të ftuar Ervis Iljazin, pedagog. Ne shpesh herë të shohim në komunikimin publik për çështje të ndryshme të politikës, edhe unë të falenderoj që je pjesë e këtij komunikimi edhe të falenderoj edhe që ke thyer këtë le të themi rutinën tënde, zakonin tënd për të marrë pjesë në podcast, edhe ne gjithashtu jemi shumë të nderuar që e thyeve me ne, po shpresoj mos ta hapim në kuti Pandore pastaj për Faleminderit për ftesën, është e vërtet, është hera ime e parë që marr pjesë në një podcast. Teorikisht duhet të isha në punë, shpresoj shumë mos më shohin punëdhënësit tani live dhe mos të treshim rrethje, po gjithsesi për hapësirën publike ndoshta ma dhan lejen që të largohesha nga zyra. Po mirë, ne do gjejmë edhe ne kohë pastaj për të lobuar që kjo mos të rezultojë në dëm. Profesor, unë doja të bëja një pyetje që nis me, le të themi, shoqëria shqiptare ka këtë sportin kombëtar më të preferuar ka politikën. Edhe unë doja bëja një pyetje kështu që është njerëzore, domethënë, a ndihesh i privilegjuar që ti je profesionist në, le të themi, në njohjen e politikës? Po shiko, ne mendojmë ndonjëherë që është e vërtet kjo, që politika është sport kombëtar. Madje ne mendojmë ndonjëherë që politika është për të gjithë dhe të gjithë mund të flasim për politikën. Ndërkohë harrojmë një gjë, që politika është shkencë. Ka ligjet e veta, ka teoritë e veta, ekziston si kurrikul universitare ka një 200 vjet. Edhe në Shqipëri? Edhe në Shqipëri ekziston. Jo, po them në aspektin e studimit. Okay. Politika konsiderohet shkencë që nga libri i famshëm i Machiavellit, i Princit, 1453, që aty filloi dhe konsiderohet si shkencë më vete, në kuptimin që ka ligjet e veta, ka teoritë e veta, ka rregullat e veta. E thash dhe më përpara ekziston si kurrikul universitare, ka një 200 vjet që ekziston si kurrikul universitare. Në këtë kuptim, sigurisht, duke qenë se politika i përket të gjithë, pra ndikon tek të gjithë, vjen nga fjala, po themi, polis, pra qyteti, poli që do të thotë shumë, polis, qytet, pastaj politik. Politika dhe i përket të gjithëve dhe sigurisht prandaj dhe flasin të gjithë. Megjithatë, edhe kjo fjala, për shembull, se ne shikojmë shpejt nëpër media që dalin edhe thonë, edhe kjo fjala analist ka marrë si konotacion negative, kupton? Ndërkohë që analiza është metodologji shkencore, vjen nga filozofia analitike. Analiza, filozofia analitike ka shpikur matematikën, nga pastaj vjen kompjuteri e tjera me radhë. Dhe ne kuptojmë që të jesh analist politik mund ta bëj kushdo. Mjafton që të ketë dashuri për politikën, ndërkohë që analiza është metodologji shkencore. Unë vi nga universiteti dhe është një nga metodologjitë shkencore kryesore dhe ka shpikur dhe vjen nga filozofia analitike, nga shpikur matematika. Çfarë është filozofia analitike ose analiza? Shpërbën fenomenin në komponent dhe që ta bësh këtë ka rregullat të veta. Ndihem unë i privilegjuar, nuk ndihem, këto kanë të bëjnë me studimet e mia. Unë kam studiuar shkenca politike, bachelor, master, studime doktorale, të gjitha në këtë drejtim, jap mësim në Universitetin Evropian të Tiranës prej disa vitesh tashme. Pra si thua, është profesioni im të studiosh politikën. Edhe të flasësh për politikën është profesioni im. Është një gjë që më pëlqen shumë, që më apasionon shumë. Siç thoshte Aristoteli, politika është shkenca kryesore, të gjitha të tjerat vinë më pas. Pse? Se dua ta them këtë gjë. Kjo është një trik shumë interesant. Jo, nuk është. Është e vërtetë. Kur isha në bangat e shkollës, kushdo profesor që vinte dhe hapte derën, thonte për lëndën e tij që kjo është shkenca e shkencave. Jo, po Aristoteli nuk besoj se e ka thënë për ndonjë gjë. Unë përmenda një emër që nuk është i dyshim. Apo jo. Por pse e thoshte? Sepse që ta shpjegoj me dy fjali. Thoshte politika është shkenca kryesore, të gjitha të tjerat vinë më pas. E thoshte për një arsye shumë të thjeshtë. Njeriu, thoshte Aristoteli, mund të bëjë një jetë e lumtur vetëm në komunitet. Njeriu që jeton vetëm, thoshte, është ose një kafshë e egër ose një zot. Vetëm ata jetojnë vetëm, pra ose zota ose kafshat e egër. Ndërkohë njeriu nuk është kështu. Njeriu ka nevojë për komunitetin dhe mund të bëjë një jetë e lumtur vetëm në komunitet. Dhe duke qenë
që politika merret me komunitetin, pra me polis, me qytetin, atëherë thoshte Aristoteli, politika e shkenca kryesore. Në këtë kuptim e thoshte. Dhe të tjerat vinë më pas. Kështu që të flasësh për politikën, të studiosh për politikën, është një gjë serioze dhe duhet ta bëjmë seriozisht këtë gjë. Unë e kuptoj që është bërë një Tani sport. kush na dëgjon nga kafja ne është demotivuar. Dakor, jo më në rregull, dakor. Pikërisht duhet të flasin të gjithë, sepse është shkenca që i përket të gjithëve, patjetër. Është shkenca që i përket të gjithëve, prandaj dhe flasin të gjithë. Është shkenca që ndikon në jetën e të gjithëve dhe prandaj flasin të gjithë. Dhe pikërisht ndaj është shkenca kryesore, se i përket të gjithëve. Kështu që ja një argument tjetër që t'i japin të drejtë Aristotelit. E dikush është një kuriozitet tjetër i imi për gjithë profesorët e shkencave politike ose që merren me shkencat politike. Le të themi politike. pedagogët, më mendoj fjala profesor është fjalë e madhe, shumë pak veta e meritojnë në Shqipëri. Po ti je i asociuar gjithsesi. Jo, s'ka rëndësi, unë e kam si titull, por po të japësh, pra si thua, emrin profesor me të vërtet, unë mendoj që shumë pak veta e meritojnë në Shqipëri. Kështu që le të themi kështu pedagog. Megjithëse ne kemi një inflacion shumë të madh me titujt edhe me megjithatë kurioz jam të di, a ndihmon situata politike ose ngjarjet politike të kontekstit shqiptar, një profesor të politikës, një pedagog të politikës për të shpjeguar fenomenet ose standardet politike. Apo politika shqiptare konfuzon? Shiko, unë ndjej dhe si vështirësi në klasë këtë, në kuptimin, kam merak të marr shembuj ose kam, si thua, me kujdes marr shembuj nga politika shqiptare. Pra ku shpjegoj teori të ndryshme të politikës, ku diun ku shpjegoj partitë politike, sistemet zgjedhore, ideologjitë politike, institucionet politike e tjera, e kam me merak të marr shembuj nga politika shqiptare. Madje sa herë që marr shembuj nga politika shqiptare, çuditërisht studentët bëhen menjëherë aktiv. Kur flas në teori, themi kështu, ose kur marr shembuj jashtë Shqipërisë, nuk ndihet asnjëri, pra janë më pak aktiv. Sa po marr shembuj nga politika shqiptare, menjëherë klasa kthehet në aktive, madje diskuton shumë me zell të madh. Dhe kam me merak në kuptimin se shpeshherë mund të keq kuptohem. Unë i them studentëve të mi, gjë e parë që i them sa hyn në klasë është që se mund të qelloj që ata mund të shikojnë nëpër televizion, nëpër emisione të ndryshme. Dhe i them që mos e dëgjoni profesorin se çfarë thot nëpër studio, sepse ajo që thot nëpër studio është thjesht opinioni im, subjektiv. Se ajo që them në klasë, ajo po është shkencore. Pra më dëgjoni kur vjen fjala për politikën, më dëgjoni ato çfarë shpjegoj në klasë, sepse ato bazohen në manuale shkencore, bazohen në teori politike të konsoliduara, kurse ato që them nëpër se ka tendencë që studentët të ndikohen nga pedagogët e tyre, apo jo, le ta themi hapur këtë në mendim. Dhe unë nuk dua ta bëj këtë. Nuk dua ta bëj dhe gjëja e parë që u them është që mos më dëgjoni se çfarë them nëpër televizione. Po jo sepse them atë që them një të pavërtet, por është mendimi im subjektiv, e cila mund të jetë i drejtë ose mund të jetë i gabuar. Kurse ato që them në klasë janë të gjitha të drejta dhe më dëgjoni vetëm ato që them në klasë, sepse është problem dhe kjo gjë, sepse siç e thash më përpara, studentët kanë tendencën ta ndjekin ose të ndikohen nga mendimi i pedagogëve. Pa që do me thënë këto ngjarjet që ndodhin në vendin tonë politike, shpeshherë nuk i përkasin një logjike të teorive të demokracisë apo po shiko, Shqipëria është një vend në Shqipëri zakonisht të gjitha teoritë bien poshtë, hidhen poshtë. Ti shpjegon diçka studentëve dhe ai shkon televizor dhe shef. E vërtetë është, domethënë unë edhe kur shpjegoj çështje të ndryshme, i them studentëve që keni parasysh shkëputuni nga Shqipëria. Mos e hidhni në kontekstin shqiptar. Pra, për ta kuptuar një gjë, mendoni sikur në Shqipëri çdo gjë funksionon në perfekcion, sepse ndryshe nuk do kuptoni asnjë teori nëse e hidhni dhe e krahasoni me realitetin shqiptar. Sepse realiteti shqiptar i hedh poshtë të gjitha teoritë. Është përjashtim nga rregulli, por përjashtimet nga rregulla e forcojnë rregullin, nuk është se hedhin poshtë rregullin. Kështu që unë po e mbyll me këtë pyetje për studentët edhe për profesionin, po dua sigurisht që ne do ndërtojmë një bisedë që lidhet pak edhe me një reagim tuaj që le të themi përplaste dy konceptet midis shoqërisë civile dhe shoqërisë politike. Megjithatë para kësaj, një ngjarje rand ka ndodhur dje që një gjyqtar ka humbur jetën në sallën e gjyqit, edhe sigurisht që ju patët mundësi që të komunikonit për këtë gjatë ditës së dieshme
në mediat kombëtare. Megjithatë, unë dua të shkëpuz vetëm një refleksion tënde mbi atë që e ka sjell këtë fenomen. Pra, ajo çka ndodhi dje ishte, le të themi, një shpërfaqe e një vazhdimi, një bilanci lufte që prona ka prodhuar në territorin shqiptar. Lexova, në mos gaboj, lexova dje një statistik, nuk e di është e vërtetë apo jo, që çështja e pronës ka bërë diku te 7.000 viktima në Shqipëri në 35 vite. Bilanç lufte. Po të kuptojmë që komunizmi ka bërë diku te 4.500. Regjimi komunist për 50 vjet. Pra, sepse ushtrua një diskutim dje edhe në për panelet edhe në debatet politike, dhe disa prej zërave dhe opinionave publike, si thua, ja hidhin këtë gjë dështimi të reformës në drejtësi. Ku di unë shpesher e fusnin këtë variabël në analizë, po themi, dhe thoshin që ja reforma në drejtësi, dështoj, ja ku kemi. Unë mendoj që nuk ka lidhje fare. Çfarëdo lloj drejtësie të kishim ne, çfarëdo lloj reforme të kishim, sado perfekte ta kishim, ngjarja e djeshme është simbol i një konflikti social që ka ekzistuar në 35 vite në Shqipëri, që është ajo e pronës. Në këtë kuptim ne duhet ta shohim më shumë se sa një fenomen juridik teknik, po them. Ngjarja e djeshme është një fenomen sociologjik, i sociologjisë kulturore, juridike e tjera me radhë. Pse? Sepse është sociologjik sepse duhet të fusim disa element. E para, siç e thash, çështja e konfliktit të pronës. E dyta, që ka të bëjë me raportin e besimit që kanë shqiptarët e institucionet e drejtësisë. Pa u futur te çështja përkatëse. Unë e thash dhe dje në emision, shiko, ndoshta kësaj radhe drejtësia ka funksionuar. Pra, nuk është se gjyqtari ndjerë humbi jetin se nuk ka funksionuar drejtësia. Përkundrazi, mund të jetë e kundërta. Ndoshta ai ka dhënë një vendim të nuk e di, se unë jam nga ata që bëj ja vendime jashtë procesit gjyqësor, po ndoshta ai ka humbur jetën pikërisht se ka dhënë drejtësi. Jo se nuk ka funksionuar drejtësia. Por ka një problem në Shqipëri që është ndoshta nga të paktët vende, ndoshta i radhi, nuk jam i radh në këtë kuptim unik, që prona jepet me ligj. Ligje mbi ligje, ligje stër ligje. Dhe në këtë kuptim, vetë politika ka krijuar konflikte sociale, është nxitse e konflikteve sociale për sa i përket pronës. Pra, unë nuk jam jurist civilist në kuptimin, por kaq njohuri kam. Prona fitohet me 3 mënyra. Ose me shitblerje, ose me trashëgimi, ose për përdorim për 20 vjet ku nuk pretendon njëri tjetër. Pronë me ligj që ta jep politika, unë nuk kam parë ndonjëherë. Se në qoftë se pastaj prona vendoset me ligje, aq më tepër në Shqipëri ligje mbi ligje që bën mbi pronat, mbi kadastrat e tjerë, atëherë kjo me patjetër krijon konflikte sociale. Pastaj për mos të thënë që jepen me ligje investime strategjike, ku di unë se çfarë tjetër histori, pra si mund ta japësh pronën me ligj? Kjo një në teorinë juridike, në filozofinë së drejtës, po dhe filozofinë politike, kjo është e pakonceptueshme. Prona fitohet me trashëgimi, me shitblerje dhe me përdorim për 20 vjet ku di unë, ku nuk e pretendon njëri tjetër. Dhe kur pastaj ndodh kjo gjë që prona caktohet me ligje, sigurisht që krijon konflikte sociale. Si mund të mos krijojnë konflikte sociale kur qeveria thot me ligj këto prona do ta marrë investitori strategjik? Po pronarët. Si? Në këtë kuptim kjo është një konflikt social që për mua e ka shkaktuar politika në Shqipëri. Ky nuk është përgjegjësia e gjyqësorit. Aq më tepër përgjegjësia e reformës në drejtësi që pash disa portale ose disa opinionistë, nuk ka lidhje fare. Kjo është një çështje sociologjisë shqiptare, është një çështje e tranzicionit shqiptar që duket që nuk do të mbarojë kurrë në këtë drejtim. Edhe unë prirem që të jem pjesë e këtij komuniteti që mendojnë kështu si ju. Edhe nëse hedh syt se çfarë ka ndodhur ose raporti shqiptarit me pronën, unë përshikoja që ishte shumë i thellë se sa tranzicioni. Pra, me shumë mundësi, administrata e fundit që ka qenë korekte në, le të themi, pronë, mund të ketë qenë perandoria osmane që vinte nga një qasje, le të themi, pushtuese ose të interesave të një sunduesi. Dhe pastaj, në 1930, për shumë vinë zogu dhe thot, kemi 11 familje shumë të pasura, të cilat duhet bëjmë një reformë agrare që t'ja marrim pronën
disa të pasurve dhe t'ja japim më të vogla disa të varfërve. Dhe mbas 1930-s që pak funksionoi, vin komunistët. Dhe komunistët thonë Shtetëzimi ku diun. jo, në të parën bëjnë, le të themi 45-ën bëjnë reformën agrare. Dhe komunistët ja marrin tokën të pasurve dhe ja japin të varfërve. Dhe kjo pasaj fillon edhe ndryshon në 50-ën, ku e shtetëzon, e kolektivizon. Dhe pasaj ndryshon sërish në thënjeshin, kur prona tashmë nuk i shkon atij të 45-ës, po i shkon atij që e punoi. Pra prona i takon atij që e punon, domethënë po ti ishe shitse në marketi ishte joti. Po ti ishte kooperativ, në kooperativ të takonte ty. Dhe gjitha ato familje, tani unë kam edhe konflikt interesi, se për shembull kam qenë familje pronarësh para 45-s. Në Shqipëri ka një koncept që nuk e fisi im është gjithmonë në kalvarin e pronave. Në Shqipëri ka një koncept që nuk është një oksimoron. Oksimoron në filozofi do të thotë dy koncepte që janë në kontradiksion me njëra tjetrën. Ne kemi termin nish pronar. Çfarë do të thënë nish pronar? Nuk ekziston, logjikisht nuk ekziston si term. Në Shqipëri ekziston çfarë do të thënë ish pronar? O je pronar o nuk je pronar. Si mund të shpjekim ne terma, se këtu ne shpjekim terma, pra koncepte që nuk kanë thelb fare. Nuk kanë të bëri ligji ish pronar. Çfarë do të thënë ish pronar? O je pronar o nuk je pronar. Ish pronar është një koncept që në filozofi quhet oksimoron, kontradiksion i dy koncepteve që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Dhe ish dhe pronar. O je pronar o nuk je pronar. Ish pronar nuk do të thot asgjë. Kështu që ngjarja e djeshme fatkeqësisht tregon realitetin shqiptar dhe këtë konflikt social që ne kemi pasur me pronat, që nuk e kemi zgjidhur dot asnjëherë. Vendet e tjera ish komuniste të lindjes. Mendojnë që zgjidhet? Ajo është edhe një nga këto në kriteret e integrimit, vazhdon të jetë aty prona. Çështja e pronave është një nga çështjet më të shpeshta që diskutohet në gjykatën e Strasburgut kur vjen fjala për Shqipërinë, dhe është një nga çështjet ku qeveria shqiptare dënohet më shumë në gjykatën e Strasburgut për çështjen e pronave. Pra shumica e atyre që çojnë në Strasburg dhe arrin për pronësinë e tyre, shumica e fiton atë gjyq, dhe qeveria shqiptare për çështjen e pronave është një nga çështjet që që ka barë financiare që gjobitet më shumë për këtë çështje, sepse siç e thash një herë, kur vetën çështja e pronave në Shqipëri ose në gjykatën e Strasburgut, ata gjykatësit atje që janë njerëz shumë të ditur, po themi kështu, dhe janë njerëz me peshë në jurisprudencën europiane, çuditen nga rastet shqiptare, nga terminologjia shqiptare dhe nga mënyra se si është trajtuar çështja e pronës. Absolutisht pose. Është një çështje nuk e di si do zgjidhesh, bërë si rrjet mirimange, domethënë, por sa më shumë ligje, sepse çfarë ka ndodhur, Nigen? Sa më shumë ligje që aprovohen për çështjen e pronës në Shqipëri, sa më shumë vendime të këshillat e ministrave që aprovohen në Shqipëri për çështjen e pronës, aq më shumë rritet mundësia për korrupsion. Sepse ti do marrësh një dokument, ti do shkosh në një zyrë, pa atje ka një zyrtar, ta japin, nuk ta japin, si nuk ta japin, pra sa më shumë ligje, thoshte Taci to që ishte një... Vetëm do më qëndrosh pak te mikrofoni, ose mikrofonin do e marrësh me vete. Taci to nuk e di e theksojmë, ishte një mendimtar në perandori romake, roman, dhe thoshte sa më shumë ligje ka një shtet, aq më shumë i korruptuar është ai. Dhe çështja e pronës në Shqipëri është fiks kështu. Është fiks kjo. Kështu që ngrejmë zyra, ngrejmë ligje, ngrejmë institucione nga e cila varet prona jonë. Atë prona e qytetarëve. Absolutisht. Dhe në këtë kuptim, mundësitë për të abuzuar me këtë gjë janë të mëdha, siç ka rezultuar në të vërtetë. Në fakt, kjo ngjarje e djeshme ju mbivendos një ngjarje që do duhet të ishte ngjarja e ditës. Ja mori atë fatkeqësisht. Si thua, që le të themi opozita, Partia Demokratike, në sinkron ose jo me disa parti tjera opozitare, ja dolën të nxjerrin një kandidat të cilën në fjalorin publik konsiderohet një kandidat jo i pavarur, thanë. Jo partijak, dhe partitë politike pastaj patën edhe të vështirë të komunikojnë qytetarët që çdo të thotë partijak, politik, jo partijak, domethënë u bë një lëmshtermash, po. Mishmash i madh. Po që në thelb kam përshtypjen se sqarohet me faktin që politika, duke ditur që ka një barë të madhe të perceptimit negativ të qytetari, po edhe duke mos pasur mundësinë për të marrë vesh ndërmjet opozitarëve, do duhet që të dakordsonin për një figurë që si ishte
as në parti, po me sa duket edhe jo shumë politik, për të mos kërcënuar asnjë. Po, shiko. Dhe ju thoni tani që kjo është një, le të themi një përplasje do ta shpjegoj. Jo etike mbase. Jo etike, jo, shiko. E para njën, me sa dëgjova dje dhe shiko, analiza që do bëj për këtë çështje nuk ka lidhje fare me kandidatin, por me tipologjinë. Nuk ka fare as me Binaj, as me Florianin, madje unë e njoh nga larg, kam shumë respekt e kushdo të ishte. Pra e kam analizën si tipologji dhe si fenomen të sociologjisë politike dhe do ta shpjegoj pse. E dëgjova dje Florian Binaj diku në një portal dhe tha që unë nuk jam politikan. Pra nuk. Po, partia ime jeni ju. Partia ime nuk jam politikan. Dhe këta e tha si gjë të mirë. Pse nuk është e mirë kjo? Pra, këtu fillon diskutim. Ky është problemi. Pra, ne kemi arritur në një moment, fatkeqësisht. Po ti ma citove edhe Aristotelin, më the. Po pra, edhe një qenie politike. Po pra, pa i tha nuk jam politikan. Po është qenie politike. Edhe, dakor, pra. Aristoteli thoshte njerëzit janë zon politikon. Zon politikon ne e përkthejmë shpesh si kafsh, po në fakt është gjallës. Domethënë eksaktësisht është gjallës politike. Jo, po ne e përkthejmë si kafsh politike. Zon politikon, thoshte Aristoteli. Pra ne jemi, shiko, e para do ta them mendimin tim që un jam kundra kandidaturave jo politike. Dhe do ta shpjegoj se çfarë fenomeni është ky sipas mendimit tim. Unë mendoj që Partia Demokratike në mënyrë indirekte i ka bojkotuar këto zgjedhje lokale. Fakti është dhe thelbi është që nuk ka kandidat. Nuk ka kandidat, madje po të shikoni edhe zotin Berisha tha para disa ditësh që ftojmë shoqërinë civile të shpalosin kandidaturat e tyre dhe ne do të gjykojmë se kë do të mbështesim nga ta. Pra, në një farë mënyre PD-ja po jep një mbështetje të jashtme ndaj kandidaturëve të caktuara që vinin nga shoqëria civile. Pra, thelbësisht, faktikisht, PD-ja në këto garë nuk ka kandidat. Prandaj unë mendoj që i ka bojkotuar në mënyrë indirekte. Pse i ka bojkotuar në gjykimin tim? Duhet kemi parasysh, pra si thua që është një zgjedhje nga halli kjo që ka bërë, një zgjedhje që e detyron konteksti kjo që e ka bërë. Pse? Shikoni, të kuptojmë që Partia Demokratike vjen nga një rezultat dërmues në 11 maj, me një diferencë, mos të hymë si vjedhje, s'po i hy kësaj analizë. Po mirë, po kjo do të thotë që ka bërë një lexim të mirë të prandaj them kontekstit. Po pra, do vi aty. Pra, dhe për 3 muaj, çfarë ka ndodhur me elektoratin shqiptar? A do ulet kjo diferenca me 300.000 vota në total, pra kjo diferenca që ka me PS-s, aq më tepër në elektoratin shqiptar, që është një elektorat i cimentifikuar, që ndryshon me vështirësi. Kështu që në këtë kuptim, Partia Demokratike është gjendur e papërgatitur për zgjedhjet në Tiranë, dhe këtë duhet ta them hapur. Pra, e papërgatitur. Këtë tashmë e ka pranuar dhe Partia Demokratike me aksionet. Po duhet kemi parasysh, në këtë kuptim, ajo ndaj themun që i ka bojkotuar në mënyrë indirekte dhe ka gjetur një zgjidhje ose një eksperiment që nuk ndodh në asnjë vend tjetër. Unë nuk di, me sa e ndjekun politikën dhe sa e studioj që nuk është pak për hir të vërtetës, nuk ka ndonjë kryeqytet të rëndësishëm, Rom, Berlin, Paris, ku di unë se çfarë, që partia opozitës të thotë të dalë një kandidat nga shoqëria civile. Në këtë kuptim ky është një eksperiment për herë të parë që bëhet në Shqipëri. Pse jam kundra kësaj tipologjie, jo personi. Shiko, mua kjo më zgjidhet një zgjidhje tipike populiste. Çfarë është populizmi në thelb? Populizmi në thelb është betejë midis popullit dhe politikës, midis shoqërisë civile dhe politikës, ku politika konsiderohet ajo me vese, problematike, e keqa, ndërsa morali, virtyti, e mira gjendet e popullit. Pra populizmi nuk bën një betejë horizontale, po bën një betejë vertikale midis popullit dhe politikës. Dhe ne kemi arritur në atë pikë, sa themi, se ju thatë më parë, Floriani thati unë nuk jam politikan, dhe ju pyetët pse nuk është gjë e mirë kjo. Pra ne kemi arritur në atë pikë që te politika konsiderojmë gjën e keqe, gjën e pandershme, korruptuar, kurse te populli të ndershmin, të moralshmin, edhe gjën e duhur. Dhe ky është populizmi. Çfarë është populizmi? Nga vetë fjala, populli në politikë. Unë mendoj që politika është profesion.
madje është një nga zanatet më të vështira që ekziston. Dhe ka nevojë për njerëz që brumosen aty. Është e vërtet që megjithatë jemi në zgjedhje lokale. S'ka problem. Tirana Dhe është do zgjedhim administrator për qytetin. E di, po ajo apo 1.5 vite mandat. Po nuk është çështja atje, por si mund ta depolitizosh një garë politike? Është kontradiksion dhe kjo. Pra PD-ja në një farë mënyrë ka pranuar që ne nuk pranojmë dot kandidat. Opozita e gjitha ka pranuar që ne nuk pranojmë dot një kandidat nga radhët tona, atëherë për çfarë na duhen partitë politike? Madje unë dëgjova thirrje absurde që dhe në të gjitha qytetet të nxjerrim kandidate të pavarur. Po kjo ishte thirrja e Lapaj mos gaboj. Absurde, është nonsens logjik. Po atëherë partitë politike për çfarë i kemi? Atëherë këshilltarët, kryebashkiakët, deputetët, për çfarë na duhen? Po teza që artikulon te Lapaj ishte që t'ia dorëzojmë pushtetin qytetarëve, pra, do të thënë ne partitë janë ndërmjetëse për të populizëm. Pra populli të marrë në dorë fatin e vet, thon populizëm. Nuk e merr dot fatin e vet. Nuk e merr dot se është utopi. Demokracia direkte, dhe ajo që pretendon është utopi, nuk ka ekzistuar asnjëherë. Edhe në Athinën e lashtë, që thoshin merrnin pjesë direkt, dhe aty kishte limitet e saj. Është utopi kjo, pra populli të marrë në dorë fatin e vet ose t'ia dorëzojmë qytetarëve. Ky është populizmi, pra populli në politikë. Po nëse nuk e bën politika, pra ju bën një analizë shumë të mirë të politikës dhe kam përshtypjen që për herë të parë politika pranon atëherë këtu jemi, pra politika ka pranuar vetë që ne nuk mundemi. Le t'ja lëmë qytetarëve. Po nuk të duket një ngjarje e madhe që mbas 35 viteve Berisha kupton që nuk fiton? Mua kjo më duket një ngjarje e rrezikshme për politikën dhe për demokracinë shqiptare. Unë kam pak mendim kundër. Pse? Sepse partitë politike janë një element thelbësor për demokracinë. Nuk ka demokraci pa parti politike. Nuk ekziston. Vetë qeverisja e popullit është një nocion utopik. Nuk mund të realizohet. Të gjitha ta, shikoni, të gjitha autokracitë që janë instaluar, nuk është ky rasti, por po them teorikisht, gjëja e parë që kanë bërë, kanë sulmuar partitë politike dhe i kanë konsideruar ato si e keqja më e madhe në një shoqëri. Dhe ne kemi arritur në atë pikë. Ne po themi që partitë politike janë e keqe, nuk nxjerrin dot kandidat dhe ta ndjejmë nga populli që është i moralshëm, i virtytshëm, i drejtë e tjera me radhë. Dhe kjo bëhet me rrezikshëm. A është e vërtetë që ka arritur partitë politike këtu? Po, është e vërtetë. Por ama kjo, pra të marrësh nga populli kandidat sepse partitë politike nuk munden, kjo është simptoma e sëmundjes, nuk është zgjidhja e sëmundjes. Nuk e di apo sqarohem apo jo. Zgjidhja është që të përmirësojmë partitë politike. Zgjidhja është që të demokratizojmë partitë politike. Zgjidhja është që të rinovojmë klasën politike. Jo me që këto parti që kemi ne janë të këqija dhe atëre hajde t'ia lëmë popullit në dorë të vetë qeveriset. Ky është një nocion utopik dhe është i rrezikshëm në gjykimin tim për demokracinë në një vend të Po narrativa ja la popullit, se gjithsesi partitë politike të opozitës patjetër pra. Shiko ku jemi mirë. Sollën një kandidat. Pse ka ndodhur kjo? Ne jemi në një krizë të demokracisë përfaqësuese. Unë këtë e pranoj. Përse? Në krizë të përfaqësuese, sepse votuam, zgjodhëm. Përfaqësimi politik është në krizë në kuptimin që politikanët nuk përfaqësojnë shpeshherë interesat, kemi një sistem zgjedhor të caktuar, kemi një kryetarokraci e cila ndikon çdo gjë në jetën. Në këtë kuptim themi që jemi në një krizë, them unë që jemi në një krizë të demokracisë përfaqësuese, e cila në gjykimin tim është e vetmja demokracia e mundshme. Demokracia përfaqësuese, demokracia direkte e popullit, të gjitha këto për mua janë utopi dhe janë të rrezikshme. Po kjo e meriton ndoshta një diskutim, një komunikim tjetër. Po zgjidhja cila është? Pra ne krizës së demokracisë përfaqësuese i ofrojmë si alternativë demokracinë popullore, demokracinë direkte. Pra me që nuk funksionon kjo, atëre populli të marrë në dorë fatet e vet. Jo, zgjidhja është që të përmirësojmë partitë, që të përmirësojmë elementet e demokracisë përfaqësuese. Të kemi një sistem zgjedhor më të mirë, të kemi një klasë politike më të përgjegjshme, të kemi demokraci të brendshme të partive politike, të mundsojmë rotacionin e elitave politike. Pse? Sepse partitë politike, siç e thash. A ndodh kjo për një javë? U duhet një emër? Kjo e di si është kjo. Domethënë në kushtet ku ishin, a bën zgjedhjen më të mirë të mundshme duke bërë edhe këtë mashtrimin publik për një Jo, nuk e bën, sepse partitë përmirësojnë duke marrë pjesë në gara, qoftë edhe duke humbur. Aty reflektojnë, aty nxjerrin mësime dhe aty përmirësojnë. Po këtu po përmirësohet vetëm Rama kur merr pjesë në garë. Dakor, në rregull, por nëse opozita
që teorikisht mezi duhet I presi zgjedhjet, distancohet nga zgjedhjet, atëherë çfarë ndodh? Se ky është problemi, shiko, se shpeshherë përgjithsisht për qytetet, këto janë forma që dhe janë aplikuar disi. Duke konsideruar qytetet më profesionale, më afër qytetarëve, më administrator qyteti. E di, në jashtë Shqipërisë dhe kanë nxjerr figura të mira, të cilat janë përfunduar në fund në një rrugtim të gjatë politik. Po që ka qenë një ushtrim I mirë për një figurë që e merr nga shoqëria civile dhe pastaj se mos harrojmë edhe ai që ishte. Po mirë, ju I dini çfarë mendojnë këta kandidatë për qytetet për shembull? E dini çfarë ideologji kanë, çfarë filozofi kanë? Pak a shumë ata kanë qenë aktor, kanë qenë denoncues. Shikoni, duhet të kuptojmë një gjë që shoqëria civile se kisha shkruar vetë statusim në Facebook. Shoqëria civile dhe shoqëria politike. Po është parakusht për të qenë janë shpeshherë në konflikt me njëra tjetrën, shikoj, në një rend. Ky konflikti më interesonte ta kuptoja më shumë. Në një rend demokratik, secili duhet luajë rolin e vet. Në qoftë se shoqëria civile futet në politikë, atëherë kush do bëj rolin e shoqërisë civile? Mua më duhen këta njerëz të bëjnë rolin e shoqërisë civile. Kjo është shumë e drejtë, për shembull ne e vejmë re sot. Pikërisht pra. Adriatiku ishte shoqëri civile. Pikërisht pra. Arlin Qori ishte shoqëri civile. Endri Shabani ka qenë shoqëri civile dhe sot ka vakum në hapësirën e atëherë çfarë më bën mua të mendoj që këta rolin e shoqërisë civile e kanë përdorur për të hyrë në politikë? Po kjo nuk është herezi. Jo, nuk është herezi, po shikoj. Herezi, nuk është herezi, patjetër, po komunitetet në një rend demokratik kanë rolet e tyre. Shoqëria civile ka rolin e vet. Është një trup I ndërmjetëm. Dhe demokracia sot këtë vuan, mungesën e trupave të ndërmjetëm, sidomos me zhvillimin e rrjeteve sociale, politikanët po krijojnë raport direkt me popullin. Dhe duke krijuar raport direkt me popullin, politika po kthehet nga racionale në emocionale. Spektakël. Jo, në emocionale. Pra gjykim, po cili është problemi I politikës emocionale? Është që emocionet manipulohen, racia dhe arsyeja nuk manipulohet. Pra, shpesh mua më pyet ndje për shembull. Pse nuk ju pëlqen Florian Binaj, nuk u pëlqen? Ky është pyetje, problemi nuk ju pëlqen, ky është problemi I politikës. Më pëlqen për çfarë? Pra ne kemi arritur, sidomos me zhvillimin e për kandidat. Po, pra është një raport suggestionues, emocional, më pëlqen ose jo. Ç'është unë duhet gjykoj, duhet shoh çfarë mendon, duhet të arsyetoj. Ç'më duhet mua personazhi? Mua më duhet alternativa për Tiranë. Po ka 30 ditë kohë për ta shpalosur. Dakor, pra nuk e paragjykoj fare, kam shumë respekt për këtë, po them që jo, se nuk dua të më unë e kuptoj qasjen, domethënë, edhe reagimi jot ishte përpara se kjo të ndodhte, nuk ishte lidhje. Reagimi ishte pa dalë emri fare se nuk dua të më keq kuptoj, nuk kam asgjë me personazhet. Jo, dhe mua më intereson nga struktura politike për ta. Ne kemi arritur në një lloj populizmi ku raporti midis politikanit dhe qytetarëve është kthyer në një raport pëlqyeshmërie dhe këta e kanë bërë rrjetet sociale. Dhe sot nuk garojnë më politikan, garojnë personazhe. Po Edi Rama çfarë është? Është personazhi kryesor. Çfarë bën Edi Rama? Suggestionon turmat me komunikimin, me artikulimin e tjerë, dhe ky është problem. Pra ne politika është kthyer në emocionale. Pse është kthyer në emocionale? Sepse gjykimi emocional është më I shpejt se ai. Jo, është më I shpejt. Pra ti një gjë kur e shikon, prandaj thashun që problemi kur më pyesin të pëlqen Flori apo jo, pikërisht kjo pyetje është problemi. Sepse pëlqyeshmëria është në mënyrë direkte. Ti o të pëlqen ose të pëlqen. Kurse nëpërmjet gjykimi racional ti duhet ta mendosh, ta arsyetosh, çfarë platforme ka, është shumë I vështirë, është shumë I ngadalë. Dhe politika nuk ka kohë për këtë. Dhe ky është problemi. Thoshte Norberto Bobbio, një filozof shumë I famshëm italian I shekullit të kaluar, që një nga problemet e demokracisë është që ka nevojë për konsensus konstant. Pra duhet të ketë konsensus konstant. Dhe politikanët duhet ketë konsensusin e popullit, dhe politikanët do përdorin çdo mjet, thoshte ai, për të manipuluar, po dhe këtu kemi arritur. Dhe ne problemi është që politika dhe komunikimi politik është kthyer në suggestionues, jo në arsyetues. Ti suggestionon masat. Në këtë kuptim janë kthyer në personazhe politikanë. Dhe kur më pyesin të pëlqen një politikan, kjo më acaron, domethënë. Ose pikërisht ky është problemi. Çfarë domethënë më pëlqen? Cila duhet ishte pyetja dur? Duhet si të duket alternativa e tij për Tiranën. Ç'më duhet personazhi? Ç'pun ka personazhi? Më pëlqen shumë. Është simpatik, është I gjatë, Po në nivel ku institucionet janë të konsoliduara, individi do prevaloj. Po ky është problemi, pra. Ky është problemi sepse
arrim dhe zgjedhin politikanët dhe kohët e fundit, sidomos kjo nuk është fenomen vetëm në Shqipëri, se kjo është problematik në përgjithësi. Personazhe që vinin nga bota të ndryshme sot janë bërë politikanë, janë bërë kryeministra, ministra që konsideron outsider, po themi kështu. Pse? Sepse kanë një lloj pëlqyeshmërie në popull, janë personazhe të caktuar, kanë një lloj oratorie të caktuar dhe arrin të sugjestionojnë masat dhe të bëjnë të pëlqyeshëm për masat. Mirë po marrëdhënia emocionale midis politikanëve dhe qytetarëve për mua është problem, se siç e thash, emocionet e para njëri japin gjykim të shpejtë. E dyta manipulohen, kurse arsyeja është e vështirë të manipulohet. Është e ngadalt, mirë po politika nuk ka kohë. Unë jam dakord për këtë dhe kjo dukshëm po ndodh jo vetëm në Shqipëri, po mbase në Shqipëri mund të ndodhe edhe më me intensitet. Megjithatë, ju e bët një analizë që thatë partitë politike kanë kuptuar kontekstin në të cilën ndodhen. Po, që në një farë mënyrë ndonjëherë është edhe e rrallë për politikën shqiptare, sepse përgjithsisht opozitat në vendin tonë ose politikanët në vendin tonë kanë qenë shmangës të realitetit dhe kanë çuar humbje pas humbje. Megjithatë, ju shikoni që kjo lloj njohje e kontekstit a është një hap i mirë për të përmirësuar jo në këto, po për të tejkaluar krizën në të cilën opozita ndodhet? Nuk e di, unë e thash mendimin tim më përpara që kjo mund të jetë në formë prognoze, po duke ditur që këta sepse le ta themi hapur, edhe pse pësoj një humbje të thellë opozita në 11 maj, deri tani nuk ka bërë asnjë lloj analize, asnjë lloj reflektimi. Në këtë kuptim ishte e papërgatitur për të përballuar këtë garë, duke patur parasysh dhe çfarë ka përballë, gjithë makinerinë shtetërore, instrumentat, institucionet, e tjera, gjithë potencialin ekonomik, organizativ që ka pushteti, aq më tepër një pushtet 12 vjeçar, 13 vjeçar. Kështu që mirë po, kur ti nuk bët një vetë reflektim dhe gjithmonë gjen arsye të jashtme të disfatave të tuaja, sigurisht që do gjesh dhe një zgjidhje të jashtme, jo një zgjidhje të brendshme. Dhe kjo ka ndodhur dhe me zgjedhjet e Bashkisë me Partinë Demokratike kësaj radhe. Pra ide, shiko, nëse humbet zgjedhjet, po thua që mund ta përjashtoj veten nga humbja? Nga komunikimi që kam kuptuar unë nga PD-ja dhe nga leadershipi i PD-s, është që PD-ja nuk ka një kandidat në këto zgjedhje, po i jep mbështetje të jashtme një kandidati të shoqërisë civile apo të pavarur e kanë quajtur fare. Pra është mbështetje jashtme dhe shikon, zgjedhjet në Tiranë duhet të ishin një moment rilançimi i mirë për opozitën shqiptare. Ishte një rast i artë për opozitën shqiptare për të rilançuar mbas një humbje të thellë në 11 maj. Dhe nuk e shfrytëzoi, nuk po e shfrytëzon. Nuk e di pse. Unë e di pse, po s'mund t'i them në kuptimin sepse nuk kam si thua vërtetim faktik të gjërave, thjesht e kam si opinion, por duhet të shërbente si një relançim. Shikoni, po flasim për një bashki e cila e ka kryetarin e bashkisë në Burg. Po flasim për një bashki që shumicën e drejtorëve e ka në Burg për korrupsion. Pra kjo në një vend, në një situatë normale, në një realitet tjetër, do ishte t'ja ofroje opozitës në pjatë Bashkinë e Tiranës. Madje ka dhe disa kontradiksione, për shembull, ku di unë. Kjo që se shpeshherë kritikuan Begajn që dekretoi atë, po logjikisht presidenti duhet kishte bërë një nder opozitës me shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Pra, kurse opozita thot pse i shpall ky zgjedhjet në Tiranë. E kupton? Një opozit normale do mezi pret që të ketë zgjedhje. Dhe si thua Begaj apo dhe Partia Socialiste i ka dhënë një mundësi opozitës, ndërkohë opozita thot jo, pse le të nxjerrim një kandidat tjetër. Shiko, unë kam parë kandidat. Prandaj nuk preferon t'i japësh studentëve të shembuj nga Shqipëria, se ke plot me tani pikërisht pra, sepse teorikisht opozita duhet të ishte lumtur për këtë gjë dhe duhet të ishte një moment rilançimi duke parë situatën e Tiranës që është një moslymë, është një katastrofë më vete, kupton, nga gjitha problematikat që ka e tjera. Dhe po t'ja shpjegosh studentëve këtë gjë që ky është rasti ideal i një opozite, ndërkohë në Shqipëri ndodh e kundërta. Dhe kjo dela e vështirësia që thash më përpara, që teoritë
hidhen poshtë në Shqipëri. Shiko, për te këtyre, Mirgen, unë mendoj që po, ka vende të tjera që nxjerrin kandidat që quhet lista civile. Po. Por jo parti politike që merr kandidat nga lista civile. Ky është kontradiksion logjik. Aq më tepër pastaj për të gjitha arsyet që thash më përpara. Shiko, shpesh ne në Shqipëri mendojmë që simptoma është zgjidhja. Dhe unë mendoj që Florian Binaj është simptoma e sëmundjes në të cilën ku ndodhet Partia Demokratike. Nuk është zgjidhja e sëmundjes apo ilaçi e sëmundjes ku ndodhet Partia Demokratike. Është njësoj, për shembull, çfarë ndodh në Shqipëri. Ne kalojmë shpesh nga ekstremi në ekstrem. Po kjo nëse shikon, domethënë nëse e shikon nga perspektiva e Partisë Demokratike. Po nga perspektiva e qytetarit që do të shkojë edhe të votojë. Po ta thash me qytetarit çfarë? Për çfarë? Në çfarë kuptimi të qytetarit? Pra ka një personazh që vjen si? Po mirë, po militanti. Unë mendoj që ka një problem tjetër me këtë kandidatur. Nuk e di a do aktivizojnë strukturat siç duhet, duke qenë se kandidati nuk vjen nga radhët e tyre, po konsiderohet si kush do punoj për të, kush është shtabi, kush është kush janë strukturat, kush do bëhet. Ndoshta angazhohen, por jo, shiko, unë e thash si fenomen, kur them është simptoma dhe jo zgjidhja, është njësoj që ajo që mendoj unë, që populizmi është simptoma e demokracisë përfaqësuese, nuk është zgjidhja e demokracisë përfaqësuese. Është njësoj Mirgen, shiko, çfarë ndodh në retorikën, ka disa personazhe politike dhe edhe kryetar partish pa ja përmendur emrin, që duke qenë se kapitalizmi shqiptar është me defekte, po, alternativa që i ofrojnë këtyre defekteve është ekonomia shtetërore. Më kupton logjikën? Po jo, nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është përmirësimi i kapitalizmit. Është e njëjta gjë që bëri kryeministri me Bashkinë. Ato nuk funksionojnë, pra. Hajde t'ja marrim ne. Jo, më zgjidhja është si të funksionojnë bashkitë. Se del kryeministri dhe thot bashkitë do t'i pastroni ju plerat ato apo t'ja u marrun, t'ja marrim, si që ja u marrin. E bëni don transport, ja u marrun. E bëni transport apo t'ja u marrin. Ujin e shpërndani dot. Me që ju se bëni ujin, me meni dot apo t'ja dhe ja u marri të gjitha. Ore zgjidhja nuk është që ti marri qeveria qendrore, zgjidhja është që të bësh një reformë territoriale që bashkitë të jenë autonome ta bëjnë këtë gjë. Pra shiko ku jemi. Me që demokracia përfaqësuese është në krizë, atëherë ti ofrojmë demokracinë popullore dhe demokracinë direkte. Me që kapitalizmi shqiptar ka defekte, atëherë si alternativë është komunizmi, pra një lloj sistemi tjetër. Me që bashkitë nuk munden, pra me që pushteti lokal nuk mundet, atëherë këto ti marrin pushteti qendror. Pra e kuptojmë ku shkojmë. Tani unë do të fus në një kontradikt të radhës. Unë i kam qef shumë kontradikcion. Megjithëse ekziston dhe parimi jo kontradiksionit i Parmenides, që është filozofi vjetër grek. Tani do më ndash ti nëse jemi në kontradikt ose jo. Kur thua populizëm, edhe vim në teorit, ose vim në vendet jashtë Shqipërie, populizmi rezulton të jeti suksesshëm. Patjetër që është suksesshëm. Ndërkohë që kur e artikulon për... Ka më bukur se ti thuash popullit merr në dorë fatin. Po kur e artikulon për Shqipërinë, opozitës nuk i rezulton i suksesshëm. Ndërkohë ka një nuancë të partive të djathta që me njerë mbas Trumpit ose Musk që kanë filluar të rriten në Europë. Mbase jo për të bërë alternativë, po dukshëm janë bërë përfaqësuese, domethënë edhe këto të djathtat ekstreme janë bërë përfaqësuese, kanë zënë vend në Shqipëri kjo nuk ndodh. Domethënë nëse të gjitha të djathtat kudo po marrin frymë ose po mundohen të performojnë, duke përdorur mbas edhe mekanizma populiste, në Shqipëri kjo nuk ndodh. Pra ti thuaj nuk është se ka një të djathtë nacionaliste, po themi kështu. Po nuk e di domethënë si e shikon ti. Po shiko, unë mendoj. Ose nëse nuk funksionon përse, domethënë ne jemi imun nga këto gjëra që mund të konsiderohen jo pozitive për shumë. Jo, po shiko, e para njërë kjo me që e përmendë më përpara të djathave nacionaliste është që ta themi pak hapur, politika nuk e kontrollon me ekonominë. Atëherë çfarë do artikuloj? Atëherë duhet të gjej, si thua, fusha të tjera beteje. Dhe kanë lindur te identiteti, te nacionalizmi, te proteksionizmi, globalizmin e kanë gjetur si e keqja më e madhe deri tani, demokracia liberale si më e keqja më e madhe. Dhe në këtë kuptim duhet të artikuloj,
duhet të gjej dhe si thua koncepte të reja ku ta zhvilloj terrenin politik. E thash edhe një herë, ekonomi nuk e kontrollon dot më. Ekonominë sonë e kontrollon teknologjia. E kontrollon inteligjenca artificiale. Kështu që politika nuk e kontrollon më fare. Atëherë ku do zhvillohet betejë politike? Do zhvillohet të çështjet identitare dhe kulturore. Kjo është e qartë. Prandaj ndodh kjo edhe jashtë. Kanë gjetur aty globalizmin edhe demokraci liberale si të keqen më të madhe, ndërkohë që në 70 vitet e fundit shifrat tregojnë komplet gjë të ndryshme. Komplet gjë të ndryshme. Shiko, kush është stacioni i fundit i proteksionizmit dhe i nacionalizmit? Lufta është, kush është? Stacioni i fundit i proteksionizmit. Ajo fillon si një luftë tregtare dhe pastaj përfundon si një luftë në të vërtetë me plot kuptimin e fjalës. Se shpeshherë e quajnë globalizmin gjë të keqe, demokracinë liberale gjë të keqe, ka dhe në Shqipëri që e quajnë këtë. Se ka një shpërthim të konservatorizmit në Shqipëri në kohët e fundit, ka njerëz që flasin për konservatorizm, ku diun teori konspirative e tjera me radhë. Unë nuk e kuptoj se çfarë të keqe ka pasur Shqipëria nga globalizmi, përveç se të mirave, drejt me thënë. A ka teori të mirë të këtyre grupimeve nacional, konservatore në Shqipëri? Ka mendim konservator shumë të mirë në Shqipëri, patjetër që ka, por shumica prej tyre janë konspiracionistë. Në kuptimin filloj me teoritë ku di unë se çfarë. Ndonjëherë po ngatrohet tani këto nocionet po të hedhim te Shqipëria. Debilizmit me çfarë të keqe ka patur? Çfarë të keqe? Ore, shiko, ta shpjegojmë pak, çfarë është globalizmi në thelb? Globalizmi është të ikësh me 20 euro në Romë. Ky është globalizmi. Ti hipësh avionit në Tiranë dhe të ikësh në Romë për 20 euro. Globalizmi është që një fundjavë në Prag të kushtoj më pak se një fundjavë në Sarandë, apo jo, apo në Vlorë. Globalizmi është që një student shqiptar dhe një njeri student të studioj ku të doj. Globalizmi është që një njeri shqiptar të punoj nga shtëpia për një kompani kudo që është ajo. Ky është globalizmi. Dhe unë nuk e di se çfarë të keqe ka pasur Shqipëria nga globalizmi. Nuk aq më tepër për një popull i cili Mbase kjo është arsyeja që ne nuk kemi forca reale të që lëvrojnë këtë, sepse nuk ka shtrat për të. Pikërisht pra, nuk ka. Se qytetarët kanë përfituar nga ky globalizëm në rastin e Shqipërisë. Shqiptarët po që kanë përfituar, po patjetër që kanë përfituar. Shiko, globalizmi dhe rendi demokrat liberal ndërkombëtar është për vendet e vogla. Nga proteksionizmi që po vjen tani në marrëdhënie ndërkombëtare, ku marrëdhënia ndërkombëtare bazohet te fuqia dhe jo te rregulli. Ato që do të aposojnë janë vendet e vogla si Shqipëria. Dhe këtu do jemi. Shikon, po është shumë interesante, sepse shikon shqiptarë që bëjnë tifozeri që Amerika do kalojë në politikat America First. Më thënë, po ne që jemi të dytët. Pra, mua kur ishte gara midis. Për ta është shumë mirë. Mbase, kur ishte gara midis Kamala Harris dhe Trumpit, mua më pyetën në studio për këtë do votoja. Dhe përgjigjja ime ishte kjo. Nëse do isha amerikan do votoja për Trumpin, por si shqiptar do votoja për Kamala Harris. Pse? Sepse demokratët kishin një linjë tjetër ndërkombëtare, kishin një prezencë më të madhe në Europë, kishin një prezencë më të madhe në Ballkan dhe janë aleatët tanë. Në qoftë se Amerika tërhiqet nga Europa edhe nga Ballkani, ne jemi një vend shumë i vogël. Me këtë do përballemi. Në qoftë se nuk kemi ombrellën e sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë, po këtu ka njerëz që ezultojnë sepse Trumpi thot America First. Po ç'më duhet Amerika mua? Mua më duhet Shqipëria. Unë jam shqiptar, jam ballkanas, pastaj jam europian. Në qoftë se në qoftë se nuk e ndjej prezencën amerikane në Ballkan, në Europë siç ka qenë mbas luftës së dytë botërore, dhe që kanë qenë një ombrell sigurie, sidomos për vendet e vogla, atëre ç'më duhet. Dhe po të arrim tek pyetja jote që pse nuk ka një të djathtë nacionaliste këtu, e para jemi vend i vogël. Zakonisht kjo ndodh, për çfarë do artikulonim ne kundra emigrantëve, kundra çfarë? Do thoshim Albania First. Ne nuk na funksionon e madhe sërish se kemi qenë asnjë të madh. Çfarë do themi? Të bëjmë Shqipërinë madhështore. Madhështore për çfarë? Madhështore si? Po dhe kur u artikulua për madhështore premtuan 200 euro pension. Sa madhështore mund të jesh. Po shiko, ka sens të thuash Make America Great Again, po të thuash Make Albania Great Again, tani të jemi realist. Ne jemi një vend me 2 milion banor, ka ngelu këtu tash ti, e kupton apo? Ja 2 milionë e gjys, po e them. Po,
Ai ishte një program që mund të shpjegojë ndryshe, ai këndvështrim ndryshe, madhështore në kuptimin e dinjitetit, të mirëqenies, të punës, të arsimit, të shëndetësisë, për aq sa na takon. Por që ta bëjmë madhështore në kuptimin gjeopolitik, nacionalist apo patriotik, mua më duket kjo një gjë e Pak a shumë e djathta shqiptare ose partia opozitare është futur domethënë po lëvron disa teza politike në të cilën nuk kanë shtrat elektoral. Po ku po i lëvron njërë? Për shembull në fushatën elektorale, pendojnë dallimi disë palëve ti? E vetmi dallimi ishte taksa e shesht me taksën progresive. Ky është dallimi vetëm. Nuk di ndonjë dallim tjetër. Po. Njëra fliste për rritje pensionesh, tjetra fliste për rritje pensionesh. Njëra fliste ku di unë. Doja para për këtë, tjetra thoshte doja për atë. Njëra dallimi i vetëm midis dy forcave politike kryesore, po themi kështu, PD-s dhe PS-s në fushatë elektorale ishte vetëm taksa. Njëra propozonte taksë të shesht, njëra taksën progresive. Nuk pash ndonjë dallim tjetër. Drejt me thënë. Kjo është. Ileza, ne kemi ardhur në minutat e fundit komunikimit së bashku, edhe unë doja ashtu si me miq të ftuar në këtë komunikim, të komunikojmë disa imazhe që unë përgjithsisht ja ve miqve përpara dhe në rastin tuaj do dua të më komentoni për impresionin e parë ta asaj që shikoni. Në fakt duhet jap një emër, një koment, a epiteta? Një koment. Shqipëria, kur bëhet fjalë për kur bëjmë xhirot e liderëve politik, mund të futesh edhe ata që nuk janë. E ka marrë më të mirin e tij? Apo ai që do jetë ai që është pritet të vijë? Domethënë e kemi mojësiun ton apo presim të vijë? Atëherë un po jap ndonjë koment për gjithë secilin, po themi kështu. Para po e filloj me Ismail Qemalin, që do të etiketoja si diplomatin më të mirë shqiptar, që ka pasur historia e Shqipërisë. Ahmet Zogun do ta konsideroja si shtetformuesin më të mirë që ka pasur historia e Shqipërisë. Fanoli është ky? Po. Do ta konsideroja një nga intelektualët më të mirë që ka pasur historia e Shqipërisë. Enver Hoxhën do ta konsideroja e keqja më e madhe që i ka ndodhur historisë së Shqipërisë. Që në një linjë ndryshe nga kuvendi. Si? Që në linjë ndryshe nga kuvendi i Enver Republikës. Hoxha është e keqja më e madhe që i ka qelluar historisë së Shqipërisë, për këtë jam e bindur po doni ta ekzojmë, po ky është mendimi im. Fatos Nanon do ta konsideroja liberalin par excellence që i ka qelluar historisë tranzicionit shqiptar. Sali Berishën do ta konsideroja nuk po më vjen. Duhet ta ndash me dekada. Jo, duhet ta ndaj me dekada, drejt me thënë. Shiko, para historisë së vet dhe pas historisë së vet. Mirë, e di që Sali Berisha është një nga 4 politikanët më jetëgjatë në botë, që janë aktualisht që janë aktive, që nuk kanë vdekur. 3 të tjerët janë në Afrikë. I 4 tjerë është në Papua Guinea, Kambodja në mos gaboj, por nuk jam i sigurt, por Sali Berisha është i 4-ti politikan më jetëgjatë në botë. Kam bërë një kërkim për këtë gjë dhe më rezulton që zoti Berisha është një nga 4 politikan më jetëgjatë në botë. I 5-ti është i Tadzhikistanit, i 6-ti është Putin, i 7-ti nuk po më kujtohet tani. Megjithatë, ka ambicie për të qenë i pari? Kështu si që ka nisur. Kështu si që ka nisur, nuk e di, megjithatë do ta konsideroj si një politikan me dritë hije. Nuk i jap dot një fjalë, një etiketim zotit Berisha. Ka momente të mira, ka dhe momente të këqija. Për shembull, qeverisja e zotit Berisha 2005-2009 ka qenë një qeverisje shumë e mirë për hir të vërtetës. Por ka momente, pra si thua, gjykimi për zotin Berisha është me ngjyra. Nuk e bëj dot është një shprehje interesante bardezi. Që sot politikanët po jetojnë aq zajt sa shikojnë edhe mbrapa kurizit të tyre, si thua, të keqen e tyre. Po kjo quhet gerontokracia quhet kjo. Gerontokracia është një term që do thotë kur qeverisin pleqt, ata më të moshuarit. Në Greqinë e lashtë ishte ky term gerontokracia, ishte një këshill pleqsh, ata ishin kryesisht filozof. Quhet gerontokraci, pra kur qeverisnin pleqt, ata të moshuarit, me të diturit, me të urtët. Atëherë pas ka pas nocion pozitiv. Po, atëherë kishte nocion pozitiv.
Kështu që nuk mund t'i jap, nuk e shoh dot bardezi, le të themi kështu, por është shkaktari i demokracisë shqiptare. Shkaktari në kuptimin me të gjitha gjërat që mban kjo fjalë brenda, me të gjitha të mirat dhe të këqijat që ka. Pastaj për zotin Rama njeh vetëm funksionon vetëm estetikisht. Përmbajtësisht nuk i shoh asgjë. Pse merret Rama këto me bashkit, me rrugët, me çadrat. Ato një, atë gjë një. Pra, mendja e tij funksionon vetëm me hapësira. Nuk e di, vjen nga profesioni piktori, të bëj se ti je dhe arkitekt. Si kryetar bashkie edhe shtetin. Po, ti je dhe arkitekt dhe ndoshta e kupton, ke mbaruar për arkitekturë dhe e kupton më mirë këtë gjë, por funksionon vetëm me hapësira. Funksionon vetëm vizualisht. Pra, zoti Rama më jep përshtypjen që di vetëm atë që shikon. Është shumë interesante se ai nëse i lexon Kurbanin, për ata që kanë lexuar ose kanë kohë, ka një reflektim shumë interesant të tij kur ai thotë që unë lyeva rrugën e Durrësit dhe aty mbasi lyeva rrugën e Durrësit që bënin këto ngjyra si po e mban mend në vitet e para si kryetar bashkie, aty pash që njerëzit filluan të bëheshin interaktiv me ambientin dhe filluan të hapnin dhe biznese. Dhe kam përshtypjen që e lidh estetikën me zhvillimin. Estetikën me zhvillimin dhe me, domethënë nuk i përmbajtja, ai ka marrë një mësim shumë të hershëm, domethënë shumë të mirë në mënyrë të hershme në karrierën e tij politike. Dhe po ta vini re kur ai merr pushtetin qendror, ai fillon edhe bën pllaka në çdo shesh qyteti, duke menduar që do marrë të njëjtin rezultat si të lyesh fasadën e një pallati. Pikërisht po, sepse ne kemi arritur që në Shqipëri, kemi qytete të asfaltuara, të ristrukturuara e tjera me radhë, por i kemi qytete bosh. Hajde ndje Europian 20 minuta mbas dite tek qendra e qytetit. Kjo është kemi qytete të cilat funksionojnë, të cilat janë për një kohë të caktuar. Për shembull, po them qytete më të vogla, po të vesh në Vlorë, në Dimër, për shembull, shkretëtir komplet shkretëtir. Të vesh në nëntor, në dhjetor, janar. Nga Poradeci Lazgushit jam, njësoj është. E njëjta gjë të vesh në Pogradec, pra janë qytete që funksionojnë për një periudhë të caktuar, por nuk e di nëse kjo si thua qeverisja nëpërmjet estetikës, nëpërmjet syrit, se unë nuk kam gjykim bardhëzi për njerëzit. Disa raste mund të ketë efekte pozitive, por disa raste tjera ka efekte negative. Pra si thua, Edi Rama di atë që shikon. Atë që nuk e shikon, nuk e di, edhe nuk e njeh. Dhe funksionon nëpërmjet syrit, për shembull. Çaj i vret syrin, ai e koncepton, e bën. Për shembull, po ta vesh re vetë retorika e tij, nuk e di nëse ka koncepte mbi reforma përmbajtësore, në shëndetësi, në arsim, në ekonomi, në bujqësi. Madje nuk e di a i nje, a nuk i intereson fare, pra nuk e ndaj dot, pra nuk i interesojnë si çështje, pra reformat përmbajtësore, apo nuk i nje, këtë nuk e ndaj dot, apo thjesht gjykon që vetëm nëpërmjet, si ajo shprehje e famshme, nuk më kujtohet, që bukuria do shpëtoj botën. Kjo është ndoshta zoti Rama mendon që bukuria ose estetika do shpëtoj Shqipërinë. Ndoshta dhe e bën, nuk e dim po. Deri tani e thash dhe një, në disa raste ka rezultuar ndoshta e suksesshme, në disa raste jo. Në disa raste duhet të futemi. Për të ardhur që nëse do kemi më të mirë tek ta. Shiko, unë mendoj që të prodhosh një lider nuk është kaq e lehtë. Për po të jap shembullin e Italisë. Italia nga 94 dhe deri sot, që kanë kaluar 30 vite, po themi, në të djathtë të paktën, nga forcat ka prodhuar 2-3 lidera në 30 vite. Po them Berlusconi, Meloni, Gianfranco Fini, po Meloni dhe Berlusconi realisht ka prodhuar e djathta italian. Pra në 30 vite ka prodhuar 2 lider. Nuk është kollaj që të prodhosh një lider të mirë, sidomos në realitetin shqiptar, ku është një vend i vogël me një shoqëri të vogël. Unë mendoj që të garosh në Shqipëri edhe të drejtosh një parti politike është shumë e vështirë. Quhet një sipërmarrje
e rëndësishme ku duhen, ku diun, mjete financiare, mjete logjistike, ku diun se çfarë, etj me radhën, në këtë kuptim shpeshherë njerëzit të riqen nga kjo gjë. Shiko, politika nëse e bën mirë, është sakrificë, më. Shiko, ne kemi marrë që politika është sakrificë sepse do rish, do takosh njerëz, do largohesh nga familja, nuk është kollaj kjo punë. Është një jetë mesatare. Patjetër, nuk është kollaj kjo punë. Për shembull, kur bëjnë këto diskutimet, prandaj po them unë shpeshherë bjem në populizëm, kur ra fjala e rritjes së rrogës së deputetëve. Pra ne çfarë bëjmë? Kur kemi deputet të këqinj, nuk ngrihemi. Pra le ti kemi një oran deputetë, s'ka problem. Ama po e ngritëm rrogën. Ngrihemi përpjet. Jo më zotrin, ata ta kenë halal rrogën. Çështja është që ta bëjmë punën siç duhet. Në qoftë se e bëjnë, pra ne duhet të ngrihemi dhe të protestojmë dhe të zgjidhemi njerëzit e duhur, pa le ta kenë rrogën e lartë. Se në fundit duhet bëjnë një jetë dinjitoze, kanë familjen e tyre, kanë fëmijët. Pra nuk është problemi te rroga. Kurse ne e konsiderojmë sikur, pra ne e pranojmë që ne kemi, pse janë ngrini rrogën këtyre, këta ignorantët nuk bëjnë asgjë. Dhe ne pranojmë të kemi 120. Ne pranojmë të kemi 120, 140 ignoranta ku diun se çfarë, se nuk janë të gjithë, por nuk, kur vjen puna te rroga, nuk pranojmë. Jo, duhet jetë e kundërta. Le ta kenë rrogën e mirë dhe dinjitoze, por ama të ngrihemi kur ata nuk janë të mirë. Kjo është logjika. Dhe unë mendoj që ne në Shqipëri kemi pasur lidera karizmatik, po të marrësh ato tipologjitë e Max Weberit të leadership. Nuk kemi keq me lidera, si një popull i vogël, po nuk e di se problemi është që në Shqipëri ka ardhur momenti që të kemi lidera pak më teknik se sa karizmatik. Shpeshherë liderat karizmatik kthehen në lider autoritar, sepse marrëdhënia që krijon elektorati me ta pastaj është shumë e fortë. Siç e ka krijuar me zotin Berisha, po 35 vjet në Partinë Demokratike, apo siç po e krijon edhe me zotin Rama, sepse këta kur ikin shumë larg për të qenë Britani, ha. Këta kur ikin krijojnë një boshllëk të madh. Shiko çfarë thon tani? Po iku Berisha, po kush do ta drejtoj PD-n? Po fillon edhe tek PS-ja kjo logjik tani. Po iku Rama, kush do ta marri PS-n? Kush do ta zvendçoj Ram? Se zvendçon dot njeri Ram. Se zvendçon dot njeri Berishën. Pra kjo logjik diskutohet. Ndërkohë gara e prodhon vetë lider. Mjafton të ketë garë dhe gara automatikisht e nxjerr një lider. Ne kemi Rigelsin drejtor këtu dhe themi po na iku Rigelsi kush do e drejtojë. Kjo është ideja, e kupton? Ndërkohë sidomos në politik ka ardhur koha që të kemi lidera jo pak më të dobët, se duket si gjë e keqe, po më pak të fortë. Po, më pak të fortë në kuptimin e... Mjaft më me këtë zënje leadershipit të fortë, karizmatik. Po që ajo vjen me shpërndarjen e burimeve dhe do të jetë njeri që prodhon demokraci. I kemi pak liderat që mund t'i heqim kollaj, more. Se këtu, për shembull, është bërë në Shqipëri ndryshimi kryeministrave. Po ti po përdor fjalën pak, po kjo është shumë e vështirë. Dakor, pra. Duket sikur është pak. Në Shqipëri, për shembull, ndryshimi kryeministrave konsiderohet si ngjarje epokale. Pra, këtu madje mua këtu duhet të ketë ndonjë luftë që të ndryshojnë kryeministrat. 97-ën, 2005-ën, që ishte tjetër histori. 2013-ën që vajti Aleanca Ilir Meta Rama, pra duhet të ketë një ngjarje epokale shumë të rëndësishme që të ndryshojë kryeministrin. S'ka gjë më jashtë ndryshimi i kryeministrit, është një gjë normale më. Nuk se këtu duket sikur po ndryshoj kryeministri, të gjithë do vdesin për të ngrënë, nuk do ketë me shëndetësi, nuk do jo më vëlla, jeta do vazhdoj normal. Ishte shumë interesante kur dëgjoja në lajme që 2 lajme njëra pas tjetrës, thuaj Holanda mbush vitin pa kryeministër dhe pastaj lajmi i dytë ishte Holanda rritje ekonomike të performancë të mirë ekonomike, domethënë mund të rritet ekonomia edhe pa kryeministër. Në mos ka bëj, Belgjika ka ndërtuar një 3 vjet pa kryeministër. Ata kanë një sistem qeverisës tjetër nëpërmjet lokaliteteve, etnive, autonomisë lokale, po një 3 vjet s'ka pasur kryeministër fare. Dhe nuk është se e vuri re njëri mungesën. Pra ne duhet të heqim dorë nga kjo antropologji kulturore shqiptare që po iku lideri fort, nuk kemi çfarë të bëjmë se vetëm një lider e fort e çon përpara këtë vend e tjera me radhë. Duhet të heqim dorë nga ky mentalitet që kemi. Shiko, nëse ka një lider më pak të fort apo më pak normal, nuk është ndonjë problem. Është okay, it's okay. Nuk është se do ndodh kiameti nëse s'kemi lidera të fortë, se po na iku Berisha çfarë do bëjmë, se po na iku Rama çfarë do bëjmë. Or ndoshta do jemi më mirë, por ta provojmë mirë kështu. Me njerëz më normal, me njerëz më
më të dobët në kuptimin politik të fjalës. Ndërkohë, jo, ne konsiderojmë që ky është problem. Një kryeministër në Kosovë ishte i tillë para pak, pas po më vjen emri tani. Edhe gjithë njerëzit thonin, po s'mund të rinë neve në këtë, ky është i dobët, ky s'është as andej as teja. Po, pra, e kupton, kjo është ideja. Unë po të sjellë disa imazhe të ngjarjeve kryesore midis të cilën ka kaluar vendi dhe ti do më japësh impresionin e parë që ose refleksionin e parë që të vjen nga po kjo është rënja e shtatores monumentit të Enver Hoxhës. Unë kam lindur në 84-ën, drejt me thënë. Dhe në nuk është se kam ndonjë impresion, po thjesht 84-ën, kjo duhet jetë në 91-shin besoj. Shkurt, po. Unë kam qenë 7 vjeç. Po mbase edhe si ngjarje politike për vendin. Ngjarje politike, patjetër më, kjo është një ngjarje, shiko, dilema që kam unë me ndryshimin e regjimit, si studiues tani, po them kështu. Dhe kam pyetur shumë, kam bërë dhe studim për këtë gjë, është nëse ndryshimi i regjimeve në Shqipëri ishte koncencion apo revolucion. Dhe si rezultoi? Në tranzitologji, pra në shkencat politike ekziston një fushë e cila quhet tranzitologji, pra që studion tranzicionin e regjimeve nga një regjim në një regjim tjetër. Dhe dilema që kam unë si studiues apo si vëm, nëse ndryshimi i regjimeve në Shqipëri ishte koncencion apo revolucion. Akoma nuk kam dalë në konkluzion, po merrem me këtë studim, realisht bashkë me një kolegun tim. Ç'kupton me koncencion? Po koncencion është kur ka një dakordësi midis klasës politike që po ikën dhe asaj që po vjen. Kjo është koncencion, pra që nomenklatura ekzistuese ja lejon ndryshimin e regjimeve. Dhe realisht po të shikosh në Shqipëri që të ndryshosh një regjim 50 vjeçar pa një të vrarë, me përjashtim Arbend 2 në Shkodër, Arbend Brocin, duket pak e çuditshme. Për shembull, po të shikosh në Rumani ose vende tjera, ka pasur përplasje të mëdhaja, vrasje pafund, viktima pafund. Në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo. Nga ana tjetër ka elemente revolucionit, kështu që Kolindo po më thot 4 të vdekur. 4, okay, dakord, 4, por nuk shiko të ndryshosh një regjim që ka 50 vjet, një regjim totalitar, me kaq pak viktimë, aksidenti automobilistik. Me kaq pak viktimë, nuk është në vende të tjera, në Rumani, në vende të tjera ka pasur masakra, pra ka qenë ndryshimi, pra ajo që ka ndodhur, ndryshimi i regjimeve në vendet e tjera ka qenë i përgjakshëm, shumë i përgjakshëm. Në Shqipëri nuk ka qenë kështu. Ka qenë në fije të perit, nuk e di është maturia e njerëzve që drejtonin dhe atyre që po vinin, që ka ndodhur kjo gjë, apo sepse fakti është, shiko, ta themi pak hapur, dekomunistizimi në Shqipëri nuk u bë asnjëherë. Një arsye do ta ketë drejt që ta haj, pse s'ndodh asnjëherë. Një zotëri zyrtar publik në Has, më tha një moment, tha shiko, tha kjo nuk ndodhi sepse ne të gjithë ishim të fajshëm. Ne të gjithë ishim të implikuar me regjimin. Do me thënë, edhe unë vidhja gozhda, tha. Kushdo e vidhte nga një gjë në atë regjim, u bëm gjithaj dut me regjimin. Duhet, shiko, veçantia tjetër që ka Shqipëria është që brenda regjimit komunist, kudo që ka pasur dhe regjime të tjera, ka pasur një klasë të organizuar që ishte ndoshta e fshehur kundrejt regjimit dhe që ka qeverisur vendin kur ka ndryshuar regjimi. Për shembull, fashizmi në Itali ka pasur këtë, ka pasur demokristianët, për shembull, se feja lejoi dhe ajo qeverisi 30 vjet më vonë, pas luftës së dytë demokristianët qeverisën Italinë. Në Itali, gjatë regjimit komunist në Shqipëri ka pasur disident, po kanë qenë individual, pra nuk kanë qenë të organizuar si një klasë shoqërore të caktuar, e cila më vonë mund të merrte pushtet. Nuk ishte mas kritike. Dhe ç'është e vërtetë, ata që drejtuan pasaj Shqipërinë, nga të dyja palët, vinin nga klasa politike e Partisë Komuniste, ta themi hapur këtë tani. Se ku u formuan ndryshe? Brenda atij regjimi u formuan, kishin një vizon tjetër, por ishin të brumosur brenda atij regjimi. Burime njerëzore për ta drejtuar vendin nga një. Shiko, do të them edhe diçka tjetër, jo për të qenë pesimist. Ne kemi pothuajse, ne nuk jemi në tranzicion teknikisht, po ne përdorim si zhargon që jemi në tranzicion. Ne jemi në fazën e konsolidimit të demokracisë, nga ana teknike, po themi, por po e quajmë tranzicion. Shiko, Milgen, ka vende
Se ne në kujtojnë sikur 35 vite tranzicion janë shumë. Kanë vendet e Amerikës Latine që kanë 60 vjet në tranzicion. Kanë rëzuar diktaturat dhe janë futur teorikisht në një regjim pluralist, por nuk e kanë konsoliduar demokracinë. Kështu që çfarë duhet të them me këtë? Demokracia nuk konsolidohet me kalimin e viteve. Duhet punojmë për atë politike. Po duhet punojmë për atë gjë. E thash edhe një herë, në Amerikën Latine kanë vende që janë 50 vjet, 60 vjet në tranzicion. Ne xha i mbushëm 35. Kështu që mos ju duket çudi që ne nëse nuk punojmë të gjithë për ta konsoliduar demokracinë, tranzicioni shqiptar zgjatet edhe 15 vite të tjera. Megjithatë kanë pasur një aksion që shqiptarët e kanë marrë menjëherë mbas rënies së regjimit. Kjo është ania e Tetgushtit apo jo? Po. Unë kam është një fenomen që dukshëm na ka mbajtur kështu si trashëgimi, vazhdon akoma. Patjetër, shiko, unë mendoj që diaspora shqiptare realisht dhe këta që kanë ikur që atëherë është një nga pasuritë më të mëdha që ka Shqipëria. Për mos të thëmë e vetmja pasuri. Nga të gjitha mënyrat, financiare, kulturore, know-how e tjera me radhë. Kështu që për ndihmën ekonomike që i kanë dhënë Shqipërisë dhe njerëzve këtu, për emitancat që kanë sjell, për know-how që kanë sjell, ja kanë dalë, pra janë njerëz që ja kanë dalë. Unë e kam provuar vetë imigracion. Unë kam studuar dhe jetuar 9 vite në Itali. Okej, kanë qenë kushte tjera, unë i kanë 2004, i kam me vi studenti, nuk është se isha në këto. Por prapë ishte vështirë. Ti duhet të lexoje në gjuhë të huaj, duhet ta jepje provimin në gjuhë të huaj, duhet të përballesh me një kulturë tjetër. Pra nuk është e lehtë të çash në një vend tjetër. Dhe kjo është, si thua, realisht ata që e kanë demokratizuar ose e kanë evoluar shoqërinë shqiptare, po themi kështu, është diaspora shqiptare. Kështu që unë gëzoj, duhet i japim vendin e tyre. Okej, ne i dham të drejtën e votës, tjetër histori, por nuk e kemi hapur vendin për kontributin e tyre në mënyrë jo tamam. Për të ndarë ato që jo tamam, nuk duhet bërë ekonomisë, kulturës. Duhet bërë akoma më shumë. Ne jemi në një fazë tjetër emigrimi, drejt me thënë. Duhet thënë ajo. Cila? Faza tjetër. Ne i fazën e parë që ishte në 10, jemi në një fazë tjetër që jemi drejt për arsye të tjera, ne dim. Partikulohet shpopullimi. Shpopullimi e tjera me dhe. Pra njerëzit kanë një tendencë të drejtojnë drejt qendrave, po themi kështu, drejt qendrave të mëdha. Problemi më i madh ose frika më e madhe që kam unë është që ka njerëz që emigrojnë jo për arsye ekonomike. Për shembull, unë njoh miq të mi që janë ku di unë, infermier, informaticien, jurist, avokatër, pedagog që ikin. Ky është problemi më i madh, se unë e kuptoj emigrimin për arsye ekonomike, nga varfëria. E shtrënguar. Por ka njerëz që realisht i shoh që janë mirë nga gjendja financiare. Familjarisht punojnë, kanë një rrok të mirë dhe prapë kërkojnë të ikin. Kjo do të thotë që vendi nuk ka një mision të tij. Jo, ideja është që njeriu ajo që kërkon në jetë është siguria. Po kur them siguria nuk është vetëm siguria ekonomike. Është siguria në punë, siguria shëndetësore, siguria juridike, pra ka disa e pronës. Siguria e pronës ka disa element. Plus që është është një fenomen, sigurisht qeveria shqiptare ka të gjithë problematikat dhe përgjegjësitë e veta në këtë pjesë, po është një fenomen sociologjik dhe kulturor. Njerëzit kanë tendencën të shkojnë drejt qendrave të mëdha. Siç kanë tendencën njerëzit që jetojnë nëpër zonat rurale të vinë drejt qyteteve apo qytetet të voglave të vinë drejt Tiranës, ashtu edhe shqiptarët kanë tendencën të shkojnë drejt që pra le ta shohim pak, nuk besoj se ndalohet plotësisht vale emigracion, se ka gjithmonë njerëz të cilët ku di unë janë IT në një kompani shqiptare, po do duan të jenë në një anti në një multinacionale, në Paris, në Londër, pra gjithmonë është tendenca të kërkosh më të mirën dhe të drejtohesh drejt qendrave të mëdha kulturore, ekonomike, se emigrojnë dhe italianët, që ikin në Amerikë, ikin në Zvicër, që është ekonomia e shtatë e botës. Pra ka disa arsye për te përgjegjësive që ka qeveria. Jam i sigurt që Kjo është 97-a duhet. Këtu fillon të mbash mend të mirë. 97-ën po e mbaj mend. 97-ën e mbaj mend. Unë kam jetuar në zonën e Beratit, e cila ishte një zonë shumë problematike. Shumë problematike. Kam parë me sy, unë në 97-ën kam qenë 13 vjeç.
Nga bandat më të rrezikshme kanë Dhe qenë. shikoja njerëz që vinin me Kalashnikov në duar, vetë nuk kam gjuajtur asnjëherë me armë, edhe Ti pse paske rezistuar si asnjëherë, magjisë. drejt me thënë, nuk kam gjuajtur asnjëherë. Vetëm një realisht kam gjuajtur kanë qenë sa me fishek manovër, që i dheshin kështu si fishek zjarr, nuk gjurmues, se si që vetëm me ato kam gjuajtur. Kjo ishte ajo gjëja më e madhe që kam bërë. Po kjo është, nuk e di, kjo është një çmenduri. Marrëzi kolektive. Kjo është marrëzi kolektive, domethënë. Unë mendoj që ishte një shpërthim për te arsyeve politike, një shpërthim kolektiv i padurimit që kishin shqiptarët për të dalë nga varfëria. Ne dolëm nga komunizmi me një varfëri të skajshme dhe kishin kaluar vetëm 7 vjetë dhe ne kishim krijuar idenë që këtu të gjithë do hanin me luk floriri. Firmat piramidale çfarë janë? Është mentaliteti i trashëguar shqiptar që ishte brumosur gjatë komunizmit, që në demokraci njerëzit do hanin me luk floriri. Pse i besonin realisht firmave? Sepse shumë njerëz mendonin që ky është kapitalizmi. Pasurohesh kollaj, bën lek kollaj, edhe pritshmëritë që kishim ne ndaj hapjes, ndaj kapitalizmit, ndaj liberalizmit ishin shumë të mëdha. Dhe ne mendonim që këtu tani mbaroi varfëria, do bëhemi të gjithë të pasur e tjera me radhë, edhe unë mendoj që kjo ishte një nga arsyet e shpërthimit kolektiv. Unë e solla këtë foto me këta fëmijë, sepse kam përshtypjen që kjo ka qenë mosha jon kur Po 13 vjeç, unë kam qenë 13 vjeç, dhe këta këtu duhet jenë, 10 deri në 13 vjeç, patjetër. Po, unë mbase diçka më pak, por e kam të ngulitur në memori, mbase perceptimi është i ndryshëm nga qytetet e ndryshme. Po, megjithëse kjo ndodhte edhe ky ishte fiks ky imazh, domethënë ne ishim të lumtur. Domethënë nuk e kuptoja nga vinte kjo, nuk shikoja njerëz që përjetonin në një dramë të madhe në qytet, sepse marrja e armëve nuk kishte domosdoshmërisht kthimin e lekëve, po jo edhe kthimin e lekëve të, domethënë nuk lidhej, nuk kishte një veprim që ti po shkoje dhe po vithje bankën. Pra ne thjesht u armatosëm gjithë. Dhe kjo magjia e nga filma me Rambo i vogël, ta shikoje poshtë me shokët, ishte një gëzimi kolektiv i pa justifikuar, domethënë. Këta e shikojnë si loj këtë, si lodë. Si loj, po. Një argëtim. Këta e shikojnë si një argëtim, edhe asgjë më tepër. Domethënë unë kur e sjell në mendje e shikoj domethënë një pikturë surrealiste, domethënë ne ishim gjithë armatosur, askush nuk kishte armik askënd. Mbase shtetin po shtetin dhe ata që ishin në shtet nuk e donin, pa nuk është se kishte një rezistencë që po rinte edhe ushtari me pushkë dhe nuk po e dorëzonte, apo polici po mbante, domethënë u dorëzuan gjithë ishin të lumtur në një moment caktuar. Unë mendoj që shqiptarët antropologjikisht ka një problem me rregull. Me zbatimin e rregullave. Kemi një padurim të zbatimit të rregullave. Edhe unë vetë ndonjëherë, se po fuz dhe vetëm këtu, se nuk bëj përjashtim. Kemi një padurim me rregull, një problem nga ti po të shikosh sjelljen, domethënë papërgjegjshmëria shpeshherë jona e qytetarëve, duke filluar që nga parkimi për shembull. Ku diun ka njerëz që e lënë makinën në rrugë dhe ikin. Tani futesh dhe në burg. E kupton, e lënë në rrugë dhe ikin. Se do të dalësh ti, se nuk do të dalësh, se ke një hallë, nuk do t'ja di, nuk do t'ja di njeri. Ngarja e makinave për shembull. Këtu është një llahhtari në Shqipëri, për të gjithë huajt që vinin i bën përshtypje këto gjë. Thonë si ngasin makinat. E kupton si ja dalin që i ngasin makinat. Mirë, po ne jemi mësuar me këtë gjë. Ne me rregullat, kur ngas makinën jashtë, që dal ndonjëherë jashtë për pushime ose nervozohem se më duket gjë e çuditshme. Atje kam vështirë të ngas makinën. Kurse me këtë kaosin e Tiranës dhe të Shqipërisë e kam shumë kollaj se jam mësuar. Kështu që në këtë kuptim ne jemi një shoqëri e cila ka një problem me rregullin që shiko sa të lumtur duken këta. Janë pa rregulla, kanë një armë, kanë një gjë, janë të lirë, e kupton? Edhe është kulturore, është edhe historike. Ne kemi vuajtur shumë nga sunduesit, nga shtypësit e tjera, edhe është brumosur ajo në memorien kolektive dhe në kulturën antropologjike të Shqipërisë, dhe ne kemi problem në aeroport, për shembull, se e thonë gjithmonë, ose në avion. E ke parë pa ulur avionin e ngrihemi në këmbë, nuk durojmë dot, more. Nuk durojmë dot që të bëjnë gjërat, nuk e di, kemi një lloj padurimi dhe kjo reflektohet. Domethënë që lidhet me autoritetin. Po, kemi një lloj padurimi ndaj autoritetit që nuk e di.
kjo reflektohet se përtej batutave dhe shakave, edhe te kultura që po krijohet tek të rinj shqiptar, ka një lloj padurimi për të pasuruar. Një lloj padurimi për t'ia arrir, edhe për t'ia dalë që shpeshherë çon pasaj në rrugë të tjera. Do të thënë, padurimi është një karakteristike e shoqërisë shqiptare, drejt me thënë. Mbase kjo është edhe pjesë e padurimit që Këto janë kullat apo jo? Ngjitemi sa më lart. Kullat. Po kjo është imazhi i fundit që e kam sjell për të komentuar dhe janë kullat e kryeqytetit. Kam një, po e them, unë nuk kam asgjë kundra kullave. Po e them kështu direkt. Edhe kundra zhvillimit. Por, njëjtë dhe unë. Por, ti edhe arkitekt. Por në vendin e duhur. Por ama, e para duhet të ndërtohen me transparencë. Çështja është nga vijnë këto parate, ku është bërë një transparencë, por nuk di të ketë. E dyta, a e përmisojnë apo e përkeqësojnë jetën e qytetarëve? Kullat, prandaj po them, kulla thjesht për arsye estetike, nuk ka ç'më duhet. Pra kulla duhet të jenë funksionale për një qytet. Kam përshtypjen se ne po ngrejmë kulla për arsye estetike, jo për arsye funksionale. Ka një dallim, ti ndoshta e di më mirë se mua këtë gjë. Ka një dallim thelbësor te kjo gjë. Nëse ne kullat i ngrejmë me insistim për arsye estetike, për të krijuar një lloj modernizimi në qytetin e Tiranës, është problem. Do përkeqësojmë cilësinë e jetës. Nëse kullat ngrihen për arsye funksionale, pra me një studim urbanistik, të sociologjisë, të ekonomisë lokale e tjera me radhë, atëherë unë jam shumë dakord. Përkundra janë zhvilluese të një qyteti. Po nëse i ngrejmë për arsye estetike, mua nuk ka ç'më duhet. Nëse i ngrejmë pastaj për arsye të tjera që s'po futem këtu në spekulime arsyetimi, ku di unë siç ka dhe raporte për pastrim, për kjo pastaj është një tmerr më vete, se ne mendojmë, shiko. Ka një mendim Mirgen që thotë që ama çka ka para e pistë. Po. Ekonominë përgjithsisht e përdorin shumë. Ka shumë çka ka Amerika, Londra kështu etj. Shikoni, nëse një vend do zhvillojë nga paratë e pista, Kolumbia do ishte vendi më i pasur në botë, dhe vendi më i zhvilluar në botë. Ndërkohë nuk është. Apo jo? E vërtet. Panamaja, Ekuadori, të cilat lëvizin miliarda euro me trafikimin e kokainës, do ishin vendet më të zhvilluar në botë, ndërkohë nuk janë. Pse nuk janë? Sepse ekonomia e tyre varet në disa njerëz. Aq më pak njerëz që nuk janë të kontrolluara nga shteti. Nëse ajo që thuhet është e vërtet për Shqipërinë, që qarkullojnë kaq miliarda para pista janë investuar, unë nuk e di se nuk kam as studim as statistik dhe unë jam shumë i kujdesshëm kur flas. Nëse ajo është e vërtet, atëherë këtu 10 banda kriminale të falimentojnë, të ndikojnë ekonominë shqiptare. Dhe duke ndikuar ekonominë shqiptare, ata të kanë marrë peng qeverinë. Se ky është problemi. Përpasoj dhe qytetarët. Përpasoj dhe qytetarin, nëse pastaj kullat, se ndaj thash, ore për çfarë arsye ngrihen kullat? Për arsye estetike dhe arsye të tjera apo për arsye funksionale? Nëse ngrihen për arsye funksionale, unë jam okay, s'kam asgjë kundra kullave. Përkundrazi, dhe nga ana estetike i kam qejf, po themi kështu. Që do të thotë përgjithsisht kullat në çdo rast të studimit të qyteteve të cilat kanë ndërtuar në lartësi, në fakt ka qenë përcaktues ekonomia dhe biznesi për të ndërtuar kull. Në fakt ajo që vjen në Shqipëri është që politika përcakton në mënyrën se si ndërtohet kull dhe si kull. Domethënë ishte edhe një përgjim i fundit që thonë ai shkon ai ka përcaktuar arkitektin kryeministri. Jo vetëm kaq, Mirgen, ne kemi arritur në një po themi dhe e mbylla me këtë, dhe jo vetëm në sektorin e ndërtimit, në të gjitha sektorët. Ne kemi arritur në një shoqëri hierarkike, po unë nuk kam asgjë me shoqërinë hierarkike. Nëse një shoqëri ndërtohet në mënyrë hierarkike, në bazë të meritokracisë, është okay. Po ne kemi një shoqëri hierarkike ku është pushteti që vendos kush bën ekonomi, kush ndërton, kush prodhon, kush eksporton etj. me radhë. Çka kishte ekonomia e planifikuar e komunizmit më shumë se kaq? Caktonte kush do bënte çfarë. Edhe kjo në një farë mënyrë ekonomie e planifikuar është. Pra, nëse qeveria vendos se kush do ndërtoj kulla, kush do marrë rezorte, kush do ketë fabrika, kush do ketë dhe nuk e vendos tregu dhe logjika ekonomike, atëherë ne kemi arritur në një shoqëri hierarkike me vullnet politik, jo sipas meritokracisë edhe logjikës së tregut. Dhe shpeshherë këto vullnete krijojnë fluska ekonomike.
E vërtet. Deri tani, falë zotit, ne nuk kemi arritur në influens, po nuk e di, sepse financat dhe ekonomia nuk është sektori im i fort, megjithëse kam njohuri bazike, po themi kështu, dhe jo të thelluara në ekonomi, por kullat në një qytet duhet të jenë funksionale. Jo për arsye estetike, apo për arsye të tjera. Shiko, le ta them një hapur, në Tiranë sot, unë jetoj te inxhinieria e ndërtimit, që tani unë nuk dal dot nga kompleksi im, dua 40 minuta. Sepse rrugët, ti arkitekt dhe i di shumë mirë, rrugët që ka Tirana nuk janë konceptuar për kaq ndërtime. Për këtë fluks banorësh. Aty po bëhet dhe një resort, një 40 kate, që kur të përfundoj ai do dali dhe do hynë dhe një 1000 makina e tjera, nuk e di ku do kalojnë me njerëzit aty dhe ku do kalojnë makina. Unë shoh gra me karrocë që kalojnë në rrugë, se s'kan ku kalojnë, me fëmijë të vegjël. Ky është problemi. Pra, ky është një qytet i cili ndoshta është te i ngopur me ndërtim. Absolutisht. Këtu duhet fillohet, pra jo më të ndërtohet, por këtu duhet fillojë rikualifikimi urban tashmë. Këtu duhet fillojë rikualifikimi i hapësirave. Kështu që unë e shoh vetë, unë dua të iki në punë, dua 45 minuta të iki me makinë. Absolutisht, po, jo. Kështu që kjo është ajo që përjetojnë çdo ditë çdo qytetari nuk e di. I Tiranës. Unë nga natyra jam liberal dhe ja pro zhvillimit dhe pro ekonomisë dhe pro kullave, por duhet të kenë një funksion. Në qoftë se ngren thjesht për arsye estetike, për të thënë që Shqipëria, Tirana është moderne, sepse është me kulla, atë nuk ka çmë duhen fare. Absolutisht po. Tani tashmë janë kthyer disa zona në kryeqytet që janë jashtëzakonisht shumë të shtrenjta dhe si thua ata që janë konsumatorë të atyre banesave mbajnë radhën për tyre në shtëpi. Domethënë është një nonsens i madh. Po siç ka zona këtu me vila 1 milion e 2 milion euro që s'kan ujë. Se këtu kanë kontradiksione të thella, e kupton. Domethënë ti hyn në një banesë e cila bën 1 milion euro dhe ti nuk hyn dot te banesa se duhet kalosh në 17 rrugica që ose është përmbytur nga një rruga pranteje. E kupton. Përpara kullës është e përmbytur me ujë. Iljaza, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij komunikimit. Edhe për të vërtetës, unë nuk mbajta premtimin për aq minuta sa tham, kemi kaluar në mënyrë të jashtëzakonshme shumë, po gjithsesi unë të falenderoj që ishe shtrues në të gjitha ato që diskutuam, edhe të falenderoj. Edhe unë të falenderoj sepse më dhe mundësinë për të shprehur, sepse në për këto debatet politike që unë marr pjesë zakonisht, nuk e mundësi shumë të shprehesh drejt. Reklama, radha. Po, ka dhe një lloj logjik tjetër atje, një logjik që është fast debat, nuk është slow. Kurse podcastet janë slow dhe të japin mundësi për të shprehur, për ta çuar konceptin deri në fund, sepse unë shpeshherë nëpër emisionet dhe debatet politike ndjej vështirësi, sepse dua të artikuloj një koncept nga fillimi deri në fund, mirë po logjika e emisionit nuk ta lejon. Ti duhet të thuash një fjali, dy fjali. Ti duhet të kesh, pra debatet në Shqipëri janë kthyer në logjikën që ta mundësh tjetrin. Jo të diskutosh me tjetrin, ndërkohë që në debat unë dua të diskutoj me tjetrin, jo ta mund. Panelet po ndërtohen pikërisht ballë për ballë me njëra tjetrën. Dhe që nga mënyra se ti ku ulesh, populli thot, a që nga me PS-n apo që nga me PD-n. Pra, logjika e panelit e debatit televiziv, për arsye të shikueshmërish, është konceptuar në Shqipëri si ndeshje, se kush do të fitoj. Ndërkohë debatin demokraci duhet të kesh tjetri, unë dua të diskutoj me tjetrin, nuk dua të ndeshem me tjetrin që kush të mundi njërin me argumente ose jo. Kurse sot të paktën kisha mundësinë për ata që na ndjekin të shpreha ato mendimet e mia nga fillimi deri në fund. Mirë, më vjen mirë, bëm një kontribut edhe për qasjen tënde mbi podcastin. Shpeshherë e thash edhe një herë, në për debatet politike ndihem si pa plot kur dal. Pra shpeshherë mendoj, them, nuk e thash mendimin tim të plot, nuk e thash ashtu siç duhet sepse nuk të lejon logjika e debatit dhe shpeshherë keq kuptohet. Kjo është. Kurse këtu është një logjik tjetër që ti shpreh, pra si thua, është një slow debat. Dhe mjaft më me fast, se u çmendëm të kthehemi çik me reels, do t'i thuash çdo gjë në 13 sekonda. Kjo është ideja. Megjithatë unë mendoj që rrjetet sociale, pavarësisht se ne jemi në një emision rrjete sociale këtu, duke qenë se janë fast, nuk është se kanë ndonjë ndikim shumë pozitiv për demokracinë përgjithësi, po doni e bëjmë diskutim një herë tjetër në radhë. Domethënë kuriozitetet mia studimore tani janë pikërisht këto. Kjo politika emocionale, se si është transformuar politika nga racionale në emocionale dhe ndikimi që po kenë të gjithë rrjetet sociale në këtë gjë dhe që shpeshherë po
e pengojnë edhe debatin demokratik të shëndetshëm. Dhe tjetra është teknologjia, çfarë limiti kemi, deri ku, kush është limiti i teknologjisë. Këto situash janë dy kuriozitetet kërkimore që kam. Inshallah nuk zgjat aq sa me demokracinë dhe koncensionin, revolucionin dhe koncensionin. Kështu që inshallah janë më të shpejta në rezultate. Ne, shiko, duhet mendoj që për të kthyer te filozofët e Greqisë së lashtë, që për mua janë populli më i zgjuar që ka kaluar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Për mua evenimenti më i madh që ka ndodhur në historinë e njerëzimit është ardha e mendimit filozofik të njeriu. Kjo është ngjarja më e madhe. Nuk është as shpikja e dritës, as shpikja e energjisë, asnjë gjë, është ardha e mendimit filozofik të njeriu për mua është ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit. Që do të thotë që kuptojmë nga vim, pse jetojmë, ku do të shkojmë. Pra kjo është kurioziteti më i madh intelektual për mua. Dhe për të kthyer prapë tek ata, thoshte që në demokraci njerëzit informohet nëpërmjet debatit dhe diskutimit. Nuk informohen siç informohemi ne sot, nëpërmjet mediave, nëpërmjet portaleve, sepse informacioni nuk do të thotë gjithmonë dije. Ti mund të kesh informacion, por nuk je i ditur. Dhe demokracia kërkon njerëz të ditur. Pa njerëz të ditur, nuk mund të kemi demokraci. Se në fundit, thoshte Giovanni Sartori, një politolog shumë i famshëm italian, që ka shkruar librin Homo Videns, dhe ja këshilloj të gjithëve ata që na ndjekin që ta lexojnë, se si njeriu është kthyer në njeriu që thjesht shikon dhe nuk arsyetron. Kjo është Homo Videns, pra nga Homo sapiens kemi kaluar në Homo Videns, pra nga njeriu që arsyetron në njeriu që shikon, dhe ai thotë që ne dim vetëm atë që shikojmë. Mirë, pa ajo që na japin që të shikojmë, aty është problemi, dhe ky është një libër që ja sugjeroj të gjithë ndjekësve të këtij podcasti. Giovanni Sartori thoshte, çfarë është demokracia? Është qeverisja e opinionit publik. Nëse opinioni publik mendon që Florian Bina është i mirë, do ta votojnë, nëse opinioni publik mendon që nuk është i mirë, nuk do ta votojë. Mirë po thoshte, që demokracia të funksionojë dhe ky opinion publik të jetë i vlefshëm, duhet të jetë i ditur. Dhe pa njerëz dhe qytetar të ditur, demokracia nuk është e tillë. Është një sistem tjetër, quheni çfarë të doni, por nuk është e tillë. Dhe dija, sipas filozofisë greke, vjen nëpërmjet diskutimit dhe debatit, ose ajo që quhet ndryshe metoda sokratike. Çfarë bënte Sokrati? Sokrati shkonte nëpër pjasë, takonte njerëz dhe diskutonte, sepse vetëm nëpërmjet diskutimit dhe fjalës ti mund të nxjerrësh tek e vërteta. Sepse njerëzit arsyetojnë aq sa fjalor kanë. Ti nuk mund të mendosh më shumë se sa fjalor që ke. Dhe një nga arsyet sepse filozofia ka lindur në Greqi është se Greqia e vjetër kishte diku te 80.000 fjalë. Ishte gjuha që kishte fjalë më shumë se çdo gjuhë tjetër. Dhe prandaj aty lindi filozofia. Kështu që debati, diskutimet në një demokraci jo janë shumë të rëndësishme, po janë të qëndësishme, nëse duam të ndërtojmë një shoqëri demokratike. Ne mbetemi të varfër në këtë pjesë të debatit edhe të agorave, sepse cilat mungojnë, po siç e thash, këtu debati është konsideruar në një formë arene, se kush mund këtë. Kush do luftojë me këtë dhe kush do fitojë. Kush do ndeshet me këtë. Shikoni si vendoset paneli dhe do të kuptoni që aty është një ndeshje. Nuk është se është diskutim në kuptimin sokratik. Po, dhe ne gjithë jemi kështu, si thua, lëndë e parë për këtë industrinë që edhe kur nuk thua asgjë, mbasi del nga ajo tavolina, plas bombën filani edhe. Se ne, shiko, shpesh na thonë që ama se fjalë të tepërta, debate kod. Jo, kjo, shiko, njeriu arsyeton nëpërmjet fjalës, e thash edhe një, dhe nëpërmjet diskutimit, arsyeton në abstrakt nëpërmjet fjalës. Matematika është një shkencë abstrakte, thash një, se mua më thon shpesh, ama se filozofia apo politika vetëm fjalë ka. Ndërkohë fjala, arsyetimi nëpërmjet fjalës është niveli më i lartë i arsyetimit logjik. Matematika është një shkencë abstrakte, nuk është shkencë konkrete. Dhe ka ardhur nga arsyetimi abstrakt. Tani, ne do e vazhdojmë këtë debatin mbi a e sheh më shumë egoizëm filozofin se sa të tjerat, por gjithsesi edhe një herë, e thash edhe një herë, filozofia është dashuria për dijen. Dhe unë e thash më përpara që ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit sipas meje është ardha e mendimit filozofik të njeriu. Duhet keni parasysh që ligjet e fizikës kanë shkuar deri në vitet 1600 me ligjet e Aristotelit, me mendimet e Aristotelit, të biologjisë e tjera me radhë. Pra jemi mirë, po ata
kanë arritur në këto ligje pa laborator, vetëm me mendje, vetëm duke arsyetuar. Prandaj po them që arsyetimi nëpërmjet fjalës është niveli më i lartë i arsyetimit logjik. Se shpeshherë na thonë që me gjëra konkrete, mjaft me gjëra abstrakte. Mirë po liria, me që po flasim për demokracinë dhe për politikën. Liria, demokracia, të drejtat, janë gjëra abstrakte, nuk janë gjëra konkrete. Çfarë është liria? Është gjë konkrete? Jo, është gjë ti duhet ta konceptosh në abstrakt lirinë. Demokracinë duhet ta konceptosh në abstrakt për ta realizuar. E të tjera. Pse e thash këtë? E thash këtë sepse këto arsyetimi në këtë nivel vjen vetëm nëpërmjet diskutimit, edhe nëpërmjet leximit. Misioni vështirë është, edhe ju e provoni në lëkurë që kjo është shumë e vështirë për ta përcuar. Edhe një herë për të kuptuar të gjitha këto ndryshime dhe sa i rëndësishëm është leximi edhe diskutimi, i sugjeroj të gjithëve të lexojnë librin Homo Videns të Giovanni Sartorit, është i përkthyer edhe në shqip. Dhe ai e quan shoqërinë e sotshme video child, një shoqëri, një fëmijë i rritur me video. Dhe thot si është e mundur që fëmijëve sot i japin video pa ditur të lexojë dhe të kuptojë akoma. Dhe ai thotë që shoqëritë e sotshme janë video child, janë shoqëri të pa arritura. Pikërisht sepse janë arritur nëpërmjet videos, thotë, dhe jo nëpërmjet leximit dhe jo nëpërmjet diskutimit. Mirë po videoja thotë, ne pastaj dim vetëm atë që shikojmë. Atë që nuk shikojmë, nuk dim asgjë. Pse videot kanë sukses sot? Kanë pikërisht për këtë gjë. Interesante shumë. Ndoshta jemi në kontradiksion se jemi në video vetë, po të paktën ne po diskutojmë. Tani ne po ja përçojmë të gjithë këto informacione, të gjithë të dije nëpërmjet videos tek. Po diskutojmë, nuk mund të shmang. Jo, realisht e kam, është unë mendoj që edhe në universitete, po edhe në rritjen e të rinjve, duhet të kthehemi te metodat klasike. Metodat klasike, klasikët nuk të zhgënjejnë asnjë. Te leximi klasik, te metodat klasike. Për shembull, unë jam shumë skeptik me këto metodat e reja të mësimdhënies, me video, me gjëra, bëjmë shumë projekte, edhe te Universiteti Evropian bëjmë projekte teknologjia në mësimdhënie, e ku diun se çfarë. Nuk jam i bindur akoma nëse këto janë gjë e mirë apo gjë e keqe. Unë jam pak klasik nga natyra në mësimdhënie dhe në mësimdhënie. Megjithatë edhe pionerët e teknologjisë janë duke. Nuk jam kritikues apo refuzues, nuk është se vendos barriera, nuk e shmang dot, por ama unë mendoj që leximi, ta hapësh librin, ta shfletosh librin. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bëjë një njeri. Kjo është sepse dhe mbylla se ndoshta zgjata shumë. Sepse duke lexuar, njeriu fantazon dhe krijon. E ke parasysh ku lexon një roman, thot ai po pinte kafen se ishte ulur atje, truri jot menjëherë krijon skenën e asaj që lexon. Dhe në këtë mënyrë rrit fantazinë dhe krijimtarinë. Absolutisht. Nëse ti e shikon këtë skenë. Kjo është arsyeja pse çdo libër është më i mirë se filmi që i bëhet. Për shembull, unë e vëre vet. Unë mbaj mend, po të më pyesësh, po marr një lëndë, ku di unë, ekonominë politike që e kam bërë në vit të dytë kur kam qenë në universitet në 2006. Unë mbaj mend se ku ndodhej bilanca tregtare në çfarë faqe të atij libri. Po të më pyesësh se çfarë faqe ishte te ekonomia politike, çështja e bilancës tregtare, unë ta them. Dhe e mbaj mend se çfarë flet. Një dokumentar që shoh unë, që e kam parë dje, sot mbaj shumë pak mend nga ai dokumentar. Është vërtet. Pse? Sepse ti kur shikon, truri nuk sforcohet, nuk kalitet. Kurse kur lexon, truri kalitet dhe krijon, pra si thua, gjithmonë më shumë krijon edhe i mban mend edhe më shumë gjëra. Kjo është e vërtetë. Unë 2 mësime nxora që një mësova shumë nga biseda me ju dhe 2 që kam më shumë për të mësuar nga bisedat që mund të kemi sërish bashkë. Prandaj thash më përpara, unë të falenderoj shumë njerëzit mësojnë dhe bëjnë të ditur vetëm nëpërmjet diskutimit. Absolutisht po. Absolutisht po. Unë të falenderoj. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Unë nuk kisha guximin dot të ndërpreja një komunikim i cili ishte në kufit filozofikës edhe të kështu që jam shumë i lumtur që me ty kam rekordin e komunikimit për nga minutat, sepse besoj që kemi kaluar 1 orë gjysmë. Kjo është një gjë e keqe në kohët e sotshme. Edhe shpresoj shumë që edhe miqve tanë të cilët na kanë ndikur në fakt ti ketë shërbyer për një seri aspekte të cilat ne ndërtojmë perspektivat mbi të menduarin dhe ju le takim në komunikimin e radhës si do të kemi në hapësirën e komunikimit qendresës. Faleminderit dhe miru takofshim.